Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja. Në fakt është një emision i njanshëm, ndryshe nga emisionet e tjera që ndiqnin në Shqipëri, ky është totalisht i njanshëm. Pra, këtu vinë njerëz që për mendimin tim kanë një lloj integriteti dhe thonë pa dërash ka mendimin e vet. Paktën këtë jam munduar unë të bëj. Pastaj ajo tjetra është në dorën tuaj, pultin e keni në dorë, mund ta ndroni kanalin. Përpara se t'ju prezantoj temën dhe të ftuarit e natës sotme, më lejoni që të bëj një ndërkallje për shkak të një fenomeni që po ndodh pikërisht ditën e sotme në Bashkinë e Krujës. Bëhet fjalë për disa banorë, cilët që nga viti 2019, më saktë 26 nëntori 2019-s, janë përjashtë, sepse nuk i kanë marrë të ashtu quajturat apartamente të rindërtuara nga tërmeti i 2019-s. Ndërkohë, një lajm i mirë është që ditën e sotme dhe ditën e dieshme janë hedhur shortet dhe janë hapur disa gogla. Atyre personave që kanë pasur gogla diçka brenda janë dhënë apartamente, ndërsa të tjerëve që ju ka rënë gogla bosh nuk janë dhënë apartamentet. E para nuk e kuptoj pse bëhen këto diferencime. Së dyti, marr vesh nga banorët që të paktën janë 50 apartamente mangut, që do të thotë ose janë futur aty njerëz patronazhist apo njerëz që nuk e kanë merituar shtëpinë e marrë nga tërmeti dhe kanë bërë 2 palë shtëpi dhe nuk e kanë marrë atë që e kanë merituar që është prish shtëpia, ose unë nuk e di se çka ka ndodhur aty në një aferë tjetër korruptive, por ju kanë thënë banorëve që shiko do ndërtojmë një pallat tjetër në një vend tjetër. Pra, do vazhdoj kalvari edhe pse kanë kaluar 6 vite dhe ata sot e kësaj dite janë jashtë dhe paguajnë qera. Paguajnë qera me paratë e veta, kujdes, nuk e marrin bonusin e qeras. Tani me sa informacion unë kam, këtu ka jetim nga Spaku që ata që kanë kolauduar banesat nuk ja kanë vënë dispozicion banorëve. Dhe së dyti, ata që i kanë marrë banesat i kanë pa lidhur ujin dhe pa lidhur dritat. Unë nuk e di, në rast se kryeministri jeton pa ujë dhe pa energji elektrike, okay, në rast se ky është standardi, po sakrifikon dhe populli, po me sa di unë gjithë kanë energji elektrike dhe ujë në banesat e tyre. Kështu që thirrja ime direkte është lidhni ujin dhe dritat dhe kujdes mos bëni pisliqe tek ndarja e apartamenteve, sepse banorët e Krujës kanë 6 vite që flenë në për hotele se s'ka as shtëpia me qera tani, dhe flenë kanë zbrit në Fushkruja apo fshatrat e tjerë që lidhin Krujën dhe Fushkrujen. Ky është një qëndrim redaksional i emisionit. Ndërkohë, pa humbur kohë, unë do doja t'ju prezantoja të ftuarit e mi për natën e sotme, Kastriot Çipi, regjisor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Maringlen Doçi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kënaqësi. Zoti Shëmsi Premçi, i cili është ekspert i sigurisë, por edhe një zë shumë i fuqishëm, i cili ka folur shumë këto kohë të vështira faktikisht. Mirëmbrëma, zoti Shëmsi. Nga momenti në moment presim edhe kryetarin e Partisë Demokristane, zotin Nart Ndoka, i cili sigurisht në këtë ditë të mbushur me trafik Tiranës, ku Tirana nuk ka ende kryebashkiak, po do ta zgjedhim në datë 9 nëntor, është full me trafik dhe nuk ndryshon e herë. Faktikisht, unë do doja ta nisja këtë emision me një ngjarje e cila ka tronditur mbar opinionin publik shqiptar, por jo vetëm, edhe mediat ndërkombëtare kanë komentuar shumë fort. Vrasje në krye të detyrës në sallën e gjyqit të një gjyqtari të gjykatës apelit të Tiranës, bëhet fjalë për zotin Astrid Kalaja, i cili u vra pikërisht nga pala në gjyq. Çohet pala, vret gjyqtarin, por plagos edhe 2 persona të tjerë që kishte palë kundërshtare. Kjo është një ngjarje besojnë që është e zauruar gjatë këtyre 2-3 ditëve, por ajo që më ka bërë përshtypje zoti Shëmsi dhe do doja ta nisja me ty pyetjen e parë, është kjo frym, nuk e di nëse ka vënë në rrjetet sociale, që pothuajse të gjithë njerëzit ose më saktë një shumicë e njerëzve kanë një solidaritet jo me viktimën, po me vrasin kësaj radhe. Nga buron i gjithë ky mendim i njerëzve që si ka mundësi që tani bëhen me agresorin dhe jo me viktimën, se kemi një jetë të humbur gjithsesi. Nuk du t'i hyj çështjes së vendimit, besoj se do ta kemi mundësinë për ta diskutuar, se ti ke dhënë dhe informacione të rëndësishme në media, por doja një sentencë të parë. Ç'është ky mendim i opinionit publik kaq i egër kundër gjyqtarit në këtë rast? Zoti Kalaja, s'pari më lejoni që edhe nëpërmjet ekranit të televizionit Fox News të transmetoj ngushëllimet e mia për familjen dhe të afërmin e gjykatës, të ndjerit gjykatës. Unë e kam njohur personalisht, dhe kam pas një histori pune, sepse unë kam punuar në Shkodër, kam punuar në Tiranë dhe kontaktet policia e shtetit i ka edhe me gjyqësorin edhe me organet e prokurorisë. Kur nuk do ta mendoja dhe kur nuk do ta pranoja dhe i bëj thirrje opinionit publik
të mos e personifikojnë korrupsionin në sistemin e drejtësisë me zotin Kalaja. Sepse nuk ishte i tillë. Nuk ishte. Ka patur gjykatës dhe prokurorë të korruptuar Shqipëria që kanë vepruar pa mëshirë ndaj popullit shqiptar, ndaj njerëzve në nevojë, ndaj njerëzve në hall. Po nuk ishte zoti Kalaja. Dhe nuk duhet që kusurët e një sistemi të kalbur drejtësie edhe pas vetingut ti paguaj Kalaja, i ndjeri Kalaja. Unë e kuptoj mlefin, urrëtien që ka krijuar populli shqiptar për sistemin e drejtësisë. Sepse ashtu siç ka krijuar urrëtie, po ky popull jep edhe vlerësimet maksimale deri në 73% besueshmëri organit të SPAK-ut dhe GKK-s. Në veprimtarinë e tyre të procedimit penal dhe të ndëshkimit të krimit në këto 4-5 vitet e fundit, do të themi, pas krijimit të këtyre organeve të reja të drejtësisë. Po, ke fjalë për reformën drejtësie. Po. Pra, është ky popull që shkruan në rrjetet sociale duke bërë hero autorin dhe duke fyer viktimen. Po është ky popull që kur voton tek ndjeshmëria e publikut për organet e reja të drejtësisë vlerësohet SPAK-u dhe GKK-ja me 70 deri në 73%. Pra kemi dy panorama të kundërta njëra me tjetrën. Por a ka të drejtë opinioni publik, por pa shkuar tek emri i përveçëm i gjyqtarit? Ka të drejtë opinioni publik. Ka të drejtë, po jo me gjyqtarin kraja. Ka të drejtë, sepse politika në Shqipëri, që me ligjin 7501 dhe që me ligjin për krimin dhe kompensimin e pronave, ka kosurët, të gjitha kosurët i ka politika, miratoj një ligj, që me pastaj në dhe një ligj tjetër, dhe pastaj programet qeveritare Shqipëria 1 euro, dhe investitorët strategjik përfituan tokë, jo qytetarët dhe jo ishpronaret, por e përfituan pronën, politikanët, ministrat, kryetarët e bashkive, grupet kriminale. Dhe në kohën e pushtetit të PD-s, tokat më së shumti në Durrës i mori Vangjur Dako. I morën grupet kriminale të Durrësit. Kanë mbi 150.000 hektar tokën Bregdet, grupet kriminale. E din shumë mirë qeveritarët shqiptarë. 150 hektar vetëm në qarkun e 150.000 Durrës në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë, okay. Në Durrës më së shumti nga Gjiu i Lalsit e deri në Porto Romano, në mënyrë kategorike nuk kanë ish pronarët tokë. Edhe në Shkodër po kështu. Edhe në Vaun e Dejës, edhe në Velipoj, edhe në Lezhë. Ju e dini shumë mirë, pronarët nuk kanë marrë prona. Kanë marrë prona ish ministrat e qeverive të tranzicionit, ata që nuk ju kanë takuar, por nuk kanë marrë ish pronar. Pra ju mendoni që ky reagim buron nga kjo gjë? Nga urrëtia për reagimi qytetar. Shiko, urrëtia e popullit shqiptar është për klasën politike. Po shkon dhe e shfryn të gjyqtari sepse aty takohet drejt për drejt. Shiko. Gjyqtari u vra. Ta lutem shumë. Ku do i gjej autori? Këshillin Bashkiak të Shkodrës, që ndërkohë që ka fut 34 familje në një ish godin shtetërore për ta përshtatur si banesë sociale, po Këshillin Bashkiak që e ka kaluar për privatizim. Me kupto. Këtu buron e keqja. Dhe po e keni ndjekur emisionin, i pari që e ka prekur dosjen me dorë, është ish ministri i drejtësisë në atë kohë, krye prokuror në rrethin e Shkodrës, Ulsimania. Pra, këtë krye prokuror që e bëm deri ministri i drejtësie 4 vjet, nuk arriti të zgjidhë një konflikt pronësie. Të lutem, shiko. Shkrujti dhe të libri. Shiko, po, ka shkrujtur. Ka shkrujtur edhe kryeministri. Shiko. Një ministër terrorist, një kryeministër terrorist, që ban terror në theth duke shpërthyer mina me telekomand, pasi i ka lënë 12 vite të konsumojnë energji dhe pasuri, duke i lejuar për të përfituar një grusht vota, dhe pastaj
egzaltohet nga shpërthimet me eksploziv, nuk mund tjetë gjë tjetër vetëm se krye terrorist. Unë Aulon nuk do të ndali gojen derisa të mbyllësit, sepse unë i kam vujtur ndarjen e tokës me 7501 nga Shkodra, duke qenë oficer policie, nga Tropoja, nga Kuksi, deri në Firën Korç. Jemi futur në mes fshatrave në luftë njëri me tjetrin për kufit midis fshatrave. Jemi futur policia në mes parcelave për konflikt midis shtëpisë dhe shtëpisë në daqë të Bregut Bunës. E shumë peripecina që ka kaluar policia. E dini ju që ka me 10 policë të vrarë nga konfliktet e pronave? Janë mbi 260 punonjës policie. Pardje kemi patur gjykatësin e dytë në Shqipëri që është vrarë Për çështjen e pronave. I pari ka qenë viktim e pronave të veta, Skerdilat Konomi, që u vra me një akt terrorist në mes të qytetit, në Vlorë, dhe i dyti është Kalaja, i cili u vra në sallën e solemnitetit të një procesi gjyqësor. Atje ku du të ishin mësat më të rrepta të sigurisë. Ky është fakt. Dhe një orë më vonë del një ministre e papërgjegjshme e rendit publik dhe thot policia përjashtohet nga përgjegjësia. Ajo tha kapëm autorin. E kapën. Autori o dorëzua vetë. Shiko, është një temë tjetër kjo. Mirë prapë, ajo tha autorin. Ajo ishte një video e dalë se ashtu, ajo du të kishte pritur. Du të kishte pritur të merrte informacion më të plot. Po pse doli ashtu? Po sepse këto egzaltohen nga një vetë dorëzim. Qartë. I një personi. Gënjeu dhe opinionin publik, është atë tha e kapëm ne. Ndërkohë ai po i thon të hajde. Madje ai thotë jam unë. Se ato kapën xhaxhain fillim. Kapën xhaxhain e kapën. Jam unë autori, jam unë griti dhe duart atje më. Po mos harroni, e pat se kush e hapte portën e gjykatës? Një pensionist. Po ç'ne? I punësuar që të marrë një rrokë të dytë për të ndihmuar pensionin. Prandaj dhe alarmin që kam dhënë prej shumë vitesh. Unë personalisht, sistemi gjyqësor dhe i prokurorive edhe i organeve të akuzës është në mëshirë të fatit se ka sigurinë zero. Okej, do rrim pak këtu. Zoti Nart Ndogës, i uroj mirëseardhjen. Besoj se trafiku i Tiranës, siç e shpjeguam pak më herë, ka penalizuar patjetër. Mirëmbrëma zoti Ndoga. Faleminderit që je me ne sot. Një koment parë për ngjarjen. Unë fakt zotin Prinçe e pyeta në raport me një zgjim të opinionit publik në rrjetet sociale që më shumë, me të thënë drejtën, paktën ose kam lexuar në gabim, janë me agresorin se sa me këtë që është vrarë, pra me viktimën. Ç'është kjo histori që po ndodh, domethënë? Kaq keq është situata? Aulon është një fenomen kompleks ky, për faktin që ka një shfryrje dufit dhe kur ndodh ka një grumullim pastaj të gjitha pakënaqësive. Si mos gjykimit tim është politika shkaku kryesor. Pra, këto janë pasoja, se të jemi këtë qartë. Kemi një politikë për 35 viteve që nuk i ka dhënë zgjidhje pronës. Ka përgjegjësi e Partisë Demokratike, si partia e gjatë politike, që do të kishte dhënë zgjidhje që në mandatin e parë. Që në fund të fundit ne mbështetemi tek prona. Sigurisht. Nuk presim ne që të japin zgjidhje këto bitat e komunistave që kanë bërë reformën edhe kanë shfrytzuar pronën, kanë marrë pronën, i kanë shpall armiq etj. Pra, këtu e ka zona fillën. Pastaj kemi një mashtrues që për 12 vite erdhi në pushtet këtu do të jetë, do të bëjë hartat digjitale, do të marrin në fond zgjidhjet e pronës në Shqipërinë, nuk do të ketë mbi vendosje, doli me të madhe që do ta zgjidhte këtë problem. Një kohë që kemi 12 vite në pushtet, ky jo vetëm që nuk e zgjidhte, ky po i ushqen pronat. I ushqen pronat duke ushtuar presion edhe gjyqtarëve. Po, ky kryeministri i çan me lot krokodilit ka dalë dhe i konsulmuar gjyqtarët publikisht që kanë mbajtur pronën. Dhe kjo është një problem kompleks, atëherë e njihjet ndjerin Nart? Po, kam pas njohje, që një korrekt. Ishte shkodran apo jo, se ti ke lidhje, domethënë kishe kohë që e njihje, domethënë? Nga ana profesionale, ka vite që
që e njoh. Jo, si e njihni si figurë, domethënë me integritet, si e Jo, ai ka qenë një person, një personazh me integritet, i larguar nga politika, pra nuk ka qenë njëri që ka qenë afër pjesës politike, por problemi është se këtu në këtë Shqipërinë tonë nuk lanë që t'jesh i lirë, edhe gjyqtarin vetë. Nuk e lanë që t'jetë i pavarur, sa është trishni politike, është trishni ndërhyrësh. Pastaj këto i lanë përballë jo vetëm gjykimit popullor, por përballë edhe konflikteve. Se nëse do të kishim një pushtet sot, atë më të vërtetë se ka pas disa familje që jetojnë më, po ku ke një venim kthimit pronave, ku ke disa venime gjykatës që kishin dhënë drejt. Këto shumë mirë mund të rehabilitohen me shtëpia sociale, me kreditim. Ndërkohë s'është bërë asgjë. Absolutisht, pra. Asaj kryetari i bashkisë që ka qenë përpara, as ky që është sot në detyrë që dalin edhe ngushëllojnë familjet, pra janë edhe paftyrur që bëjnë. Patjetër, pra. Ndërkohë kanë pas përgjegjësi. Përgjegjësia ka përgjegjësinë e vet. Patjetër. Ky rast meriton një skanim. Pra, edhe dosja vet. Edhe dosja. Po, pa diskutim që po. Kjo meriton që të bëhet një precedent, vendoset një standard me këtë dosje. Shumë interesante kjo. Që dalin edhe, jo për me vendos drejtësitë asaj dosjet, po dalin bëhet një skanim. Jo me arrit një konkluzion, pra, të kuptoj që. Pa diskutim, me vendos një standard. Edhe për fajin që ka sistemi i drejtësisë, që ka 13 vite ajo, që gjykohet sa një shkallë, një tjetër që ke çështje tjera më shumë vite. Po. Ju heqin dokumentat e i sërullasin. Patjetër. Një gjykat jep, vjen tu e kthehet mbrapa etj. Një kohë që ajo godina ka familje që jetojnë prej halli, ka familje që i kanë ndërtuar dhe biznes, që kanë shtëpi tjetër, japin me qeran pronën e tjetër. Pra, janë probleme që gjithsesi politika do t'i paraprin ti, me ligje, me udhëzime. Ndërkohë s'ka ndryshuar asgjë. To nuk kanë marrë asnjë hap. Qartë. Edhe sot qajnë, domethënë, me i kompensu me tokë, me i kompensu me vlerë monetare. Pra, ky ishte një problem që do të merret zgjidhje që në hapat e parë, që në mandatin e parë pa të diskutueshme. Ligji 7501, domethënë nuk është falja ajo që të justifikon sot. Qartë. Sa është një përgjegjësi shumë e madhe për një parti. Ligji i kthim kompensimit. Po, do ju pyes pak edhe për detaje. Ka shtriot edhe nga ti një sentencë, pastaj do kaloj te Marin Leni. Si e pe këtë moment? Normalisht komente ka pas shumë, po doja më u pyet nga, domethënë, një qendrim personal. Jam pak e shumë dakord me të gjithë parastresin që bëri zoti Prençi. Padyshim që vrasja nuk tolerohet, nuk justifikohet, sa do motive të forta të ketë pasur autori, unë personalisht mbetem gjithmonë kundër dhunës, sidomos dhunës ekstreme që merr jetë njerëzish pa kthim. Detajet e dosjes nuk i di, nuk e bëj dot arbitri midis të dyve. Për sa i përket vrullit që ka pasur në rrjetet sociale, që njerëzit janë ndarë në dysh, një pjesë mbështesin 100% viktimën. Ndoshta edhe pa e ditur dhe ata kanë qenë apo jo viktima, njëri i ndershëm me integritet ka bërë as ka bërë drejtësi me këtë dosje. Ashtu si pala tjetër pa e ditur detajet, thot këti i kanë rënë në qafë, ky mori hakun, bëri drejtësi vet. Për mua të dy palët e kanë gabim nëse shkojnë në këtë mënyrë ekstreme, po ashtu siç e shes zoti Prençi që thot qytetarët kanë të drejtë janë revoltuar me gjykatat. Po jo me këtë personazh. Ai e njeh, ka drejt ta thot. Zoti Doga e njeh, ka drejt ta thot. Unë s'po e them këtë se nuk e njoh zotin Kalaja. Po që njerëzit janë të revoltuar për shkak të një mishmashi të pafund me pronat, që është e vërtet e ka iniciuar politika dhe i ka dhënë maja dhe e ka trazuar vazhdimisht politika, po edhe drejtësia ka rolin e vet. Sepse në gjykatën e apelit, unë kam qenë disa herë për problemet të mia, proceset zgjasin 7 deri në 8 minuta. Dhe unë nuk e di se kur e shkruan vendimin, një njeri që del rrit 6 minuta jashtë sallës dhe minutën e 7 vjen të lexon vendimin ty 12 faqe. Është edhe më pa falim, shkon 3 vjet me të rradha, të për 7 minuta. Tjetër diskutim ai se të dëgjova që the, se unë nuk e dija që kjo dosje pas ka 13 vjet në gjykata. S'është një rekord. Për një çështje fare të thjeshtë, më të thjeshtë që ekziston, që është pushimi nga puna, unë kam 11 vjet, sot jam mjaftuar që çështja shkon në gjykatën e lartë. Do pres edhe 4 vjet tjera. Ty do të urojmë publikisht urime. Pse? Që po më shkon dosja në gjykatë lartë. Po pra, se ka dhe më shumë.
Po mirë, për këtu po them, pra nuk është. Okej, u po them që s'është rekord kjo dosje që ka gjykuar Astrid Kalaja. Po, patjetër. Jo, do vim ta jo, do vim. Kurse sondazhet, me thënë drejtën, kjo është pjesa që nuk bi dakord me zotin Premçin, sondazhet kam prirjen të mos i besoj. Sondazhet që thonë që qytetarët vlerësojnë me notë maksimale sistemin e drejtësisë, gjyqësorin, SPAK-un, prokurorinë. Po, perceptim është ai. Perceptim. Po, patjetër, po unë nuk e besoj se është ky perceptim. Më lejo të jem skeptik. Okej, unë mendoj që njerëzit mendojnë shumë më keq për gjykatën. Këto janë raporte edhe nga organizma ndërkombëtare që edhe atyre nuk u besoj se ato e kanë financuar reformën drejtësi. Fakti që aty vlerësohet edhe SPAK-u, edhe policia, edhe qeveria dhe SPAK-u del më i votuari. Në këtë pikpamje thash, SPAK-u dhe GKK-ja janë parë po nga këto qytetarë. Gjykatat ku janë në këtë raport që thatë juve? GKK. Jo, ku është gjykata në përgjithësi në renditje? Një elementi i drejtësisë është vlerësuar, po. Maringlen, një sentencë edhe nga ana jote, se si e ke parë këtë debatin deri tani. Sigurisht ngjarje e rëndë, po njerëzit që shtynë edhe shtynë. Realisht ka qenë një ngjarje shumë e rëndë. Unë nuk jam shprehur më përpara, as nuk jam prononcuar, por i shpreh ngushëllime familjes Kalaja për humbjen e të dashurit të tyre. Realisht kemi qenë shumë të pompuar nga rrjetet sociale dhe kam pas një ndjeshmëri shumë të lartë për rastin fjalë. Nuk duhet merrem me çështjen gjyqësore, sepse unë nuk jam as jurist që të lexoj atë dosjen dhe të dal në një konkluzion. Por ideja që të vritet një gjyqtar që duhet jetë një ndër njerëzit më të mbrojtur të gjithë sistemit, për mua është, domethënë, e llahtarshme. Unë kam qenë nëpër salla gjyqesh dhe aty ka disa masa sigurie deri në momentin ku ti arrin tek. Ti ke bërë dhe burg politik apo? Absolutisht, kam bërë burg politik të dhe gjitha. Ka dalë protesta dhe ka qenë burg. Dhe akoma kam shumë gjyqe të hapura dhe thirrem shpesh për gjykata. Që nga cili vit? Që nga viti 2018. Po. Dhe deri në momentin kur të arrish në sallën e gjyqit, ti kalon disa masa sigurie dhe unë nuk e di se si ky personazh ka arrit. Për politik me transhaft janë Patjetër. Dhe kur dhe të arrish me armë deri tek salla e gjyqit për mua është jashtëzakonisht e llahtarshme. Realisht jam prekur nga komentet në rrjetet sociale, nuk e pres nga populli im që populli im të sido që të ketë qenë puna, edhe një vrasje që është bërë për vetëmbrojtje, unë nuk pres nga populli im që populli im të reagoje dhe të mbajë krahun e autorit. Pra dhe të kryqëzohet viktima që mendoj që është shumë e gabuar në të gjitha rastet, por në rastin e zotit Kalaja, me ato që kam diskutuar edhe nga miq që i kam brenda sistemit gjyqësor, ka qenë një ndër gjyqtarët më të nderuar si nga kolegët, por edhe nga palët që ka patur në përgjigje. Me kaq sa kam arrit unë të kem biseda me ata miqtë e mi që janë brenda sistemit gjyqësor. Të shikosh njerëz që i thonë të lumë pushka, më falë që po i përmend këto komendet, po këto janë në rrjetet sociale, të lumë pushka, qoftë halal gjini nanës. Pra, po e them tekstualisht si që kam lexuar. Për mua, jo, janë gjëra emocionale, por që na prekin shumë lart. Jam shumë dakord me gjithë parashtrimet që u bën. Janë për fajt politikës. Ato shkruajnë aty, dalin edhe emisioni jonë. Jo, duhet dal dikun tjetër. Absolutisht, jo, duhet të dal dikun tjetër. Jo, duhet dal dikun tjetër. Edhe ky personazhi që ka bërë veprim, që do të kishte masa sigurie të gjykata, ai me një gjendje qetësie 10 minuta më vonë nuk ishte bërë gjëra mos. Jo, ai nuk ishte qetësi 10 minuta, ai thoshte hajde se e kam vrarë unë. Nuk ishte qetësi, ai qeti ishte që nga momenti i parë. Ne sa kemi ndjek në rrjetet sociale dhe media. Kam fjalën që krimin ai nëse u jepte vendimin. Nuk duhet merrem fare me rastin. Jo, më ka shumë rëndësi edhe në aspektin e emocionit të shtetit. Pra, të siguri. Qofse do mblesh duhet të kishte siguri gjyqtari edhe personi del, pajtohet me realitetin, qetësohet, ka kontaktet me njerëzit, ajo është në gjaksësi, kena provu gjithë ato. Pra, 5 minutë apo 3 minutë. Unë personalisht edhe unë jam gjak nxehtë sepse vi nga një zonë që jemi gjak nxehtë, por pas atij 5 minutë që unë pendohem, nuk i them hajde se e kam vrarë unë. Nëse e kalojmë këtë pjesë, duhet dal dikun tjetër. Gjithë ky popull i frustruar në rrjetet sociale, unë mendoj se ka një tutor që e ka nxit këtë punë, dhe që është kryeministri dhe levat e tij. Në 2009 kemi parë një sentencë, një video që çarkullon në rrjetet sociale kur thoshte godisnin lulet ballit. E kishte fjalën për gjyqtarët. Edi Rama në fushatën e 2009-s i bënte thirrje popullit të godasin gjyqtarët në lulet ballit.
Dhe është i njëjti. Një vend që ka Po pra. ndërsi, Po pra, po pra, dhe të vi nga kryeministri, por edhe aktor tjerë politik që nxisin dhunë çdo ditë në media kundrejt drejtësisë, për mendimin tim, edhe kjo mund ta shpjegoj frustrimin e atij publiku që kemi parë me ato reagime jashtëzakonisht llatarshme. Unë nuk do kur është një rast vrasje, një rast ku dikush ka humbur jetën, sidomos ato rrethana, unë nuk do t'ja uroja as Hasmit këtë lloj reagimi publik Zoti Prençi, kundrejt doja të bëja edhe një pyetje. Nga ti pres në një detaj nga dosja ose nga ngjarja. Çka ka diçka që ne Spari të ta sqarojmë opinionin publik sepse zoti Kalaja nuk kishte dhënë vendimin e formës prerë mbi çështjen. Do e kalonte çështjen përsëri në gjykatë të shkallës parë për çështje të verifikimit të dokumentacionit sepse kishte parregullsi. Edhe pse kishte kaq vite, domethënë kishte dokumenta mangut në dosje, e mungoshin procesë verbale, siç mund jo kishin hez normalisht, po. Kjo është edhe më frikshme për mendon. Unë e thash në një media tjetër që shtetin personale që ka pas para. Nga Shkodra në Tiranë. Fakti që shqiptarët mësuan ditën e pardjeshme se gjykata dhe prokurorit kur ruhen dosjet e hetimit dhe gjykimit për çështjet konfliktit pronave, por edhe dosjet të grupeve të strukturuar kriminale, ruhen me policë civil. Domethënë shteti dhe Republika ka rënë në datën 7 ka rënë Republika. Pra Republika ka rënë në datën 6, në fakt ditën që u vra gjykatësi, sepse në momentin mund të vritet një gjyqtar në rrugë, por kur gjykatësi vritet në sallën e gjyqit, aty ku du të ketë solemnitetin dhe sigurinë maksimale shteti, kjo flet shumë. Kjo nuk ka ndodhur as në vendet e botës së tretë. As në Itali në vitet 60 nuk ka ndodhur kjo nëse mos ta. Jo, ky është moment shumë i rëndësishëm sepse ky është thelbi i çështjes. Tani do shkojmë zoti Kalaja, unë do të sjell në vëmendje të opinionin publik se sistemi i drejtësisë dhe sistemi i hetimit në Shqipëri, pra organi akuzë dhe kanë pësuar mbi kurriz 2 reforma të thella në pak vite, në 5 vite. Reforma në drejtësi dhe vettingu që u hoqën jo gjykatësit më të korruptuar dhe më të dobët dhe më pa integritet, por politika hoqi dhe gjykatës dhe prokuror të shkëlqyer. Këtë e sot e pranon dhe politika e majtë dhe politika e djathtë. Dhe ajo çka ja bëri gropën ishte harta e re e gjyqësorit dhe organeve të hetimit në Shqipëri, që u realizua vitin e kaluar, me ngut, sepse nëse gjyqi do të ishte zhvilluar në Shkodër, kjo nuk do të kishte ndodhur. Pse? Sepse organet e policisë e din mirë se çfarë ekstremitetesh kanë palët në konflikt, dhe e vlerësojnë anën negative të palëve në konflikt. Sepse ata e din, policia e shtetit në Shkodër jeton me shqetësimin e konfliktit që ka Aulon Kalaja me Shemsi Prençin. Dhe nuk dërgon 2 policë, po dërgon 4. Kurse transferimi gjithë dosjeve në Tiranë, policia e Tiranës nuk e din nga vinë dosjet e kush janë në konflikt njëri me tjetrit. Po në krahun tjetër, kemi një moment shumë të artë për frymëzimin e botës së krimit. Ende pa u tharë pikat e gjakut, del ministri e brendshme dhe deklaron publikisht që policia nuk ka faj. Sepse ministria nuk ka pritur që të mori informacione çfarë detyrimesh ka policia për sigurimin e gjykatave edhe të proceseve gjyqësore. Po ministria mirë që se din këtë, po që policia është përgjegjëse për kalimin e personave të armatosur nga Shkodra në Tiranë, nga Tirana në sallë gjyqit, nga salla gjyqit në bangën e të akuzuarve dhe vret njeriu, dhe vret gjykate. Këtë e di ministria që kontrollin e territorit dhe kontrollin e armbajtjes pa leje ka policia e shtetit? Pse vrapoi ministra ta çfajsoi policinë e shtetit? Po është shëndetësia akoma, nuk e ka kuptuar që Jo, zoti Kalaja. Jo, zoti Kalaja.
është tendenca e një regjimi të instaluar tashmë që asnjë faj nuk ka shteti. Shteti të shpërthen me dinamit, shteti të vret. Po t'ishte kjo ministre do thotë s'ka faj dhe polici që vrau atë djalin e ri mes Tiranës. Lodian Rash. Të ka edhe një problem tjetër. Pra, e thënë në këtë kontekst, ku ministra merr ombrellën për të mbrojtur policinë e shtetit, mendo tani se kush do të mendoj për ta mbrojtur gjykatësin. Sepse gjykatësin dhe prokurorin e hodhen si kockat e paktive para e gërsirave. Dhe pasi e shantazhon gjykatësin, kryeministri i Shqipërisë në çdo proces gjyqësor. Madje edhe një proces këtë thjesht për sigurim pa dije. E kërcënon, thot, ke marrë vendim, thot, ke favorizuar. Sepse kryeministri i Shqipërisë kërkon që vendimet e gjykatës të jepen në favor të urdhrave arbitrar të kryeministrit dhe të ministrave të tij. Sepse me urdhat arbitrare të kryeministrit kemi marrë një gjop 140 milion euro për shkatrimin e televizionit Agon Channel. E sa vendime dhe urdhra arbitrar të kryeministrit. Për urdhin arbitrar të kryeministrit shkojnë 500 policë në theth. Dhe shembën për një ditë ose për 3 ditë 100 banesa. Urdhra arbitrar thot tokë e xanme në tokën e kastregjishve. Kurse kryeministri dhe ministrja nuk ndjejnë asnjë përgjegjësi, madje përjashtojnë nga përgjegjësia policinë e shtetit për të garantuar procesin gjyqësor dhe gjyqtar. A e dini ju se në vitin 2013, pas dorëzimit të pushtetit, policia e shtetit kishte 9800 policë, por kishte 3 fishin e gjykatave dhe prokurorive në përrethe. Sot kemi 33% të zyrave të gjykatave dhe të prokurorive funksionale, kemi 800.000 shqiptarë me pak, se ka nikur në perëndim, kemi plus 2200 policë të shtuar nga 9800 në 12000 policë për të kapur standardet e Bashkimit Evropian 3 deri në 4 policë për 1000 banor. Kemi kriminalitetin më të madh dhe kemi pasigurinë më të madhe. Kemi kontrollin e territorit më të vobektit në raport me paligjshmërinë në fushën e ndërtimit, kultivimin e bimëve narkotike dhe krimin ndaj jetës persone. Gjykata e apelit mos ruhet gjë nga Ilirian Gard, se tash i përdorin terma. Të gjitha gjykatat dhe prokurorit luruan nga Ilirian Gard, një kompani shtetërore. Kompani siguritie shtetërore e ngritur kur minister ishte Sander Leshi për të punësuar pensionistat e Ministrisë Mbrojtjes bashkëmoshatarët e Sander Leshi. Dhe për të bërë një konkurrencë të pandershme midis shoqërive të rojeve civile, private me ato shtetërore. Që duhet të themi publikut që ka përgjegjësi sepse kjo polici private është në urdhën e ministrit. Kjo pra është ndërmarrje e kemi thënë nderuar regjisor. Se do shkojmë publicitet. Se do e ndrejmë temën pastaj se duhet ju pyes për Bashkinë e Tiranës. Kur tha që duhet një gjykim i asaj. I dosjes për. I dosjes, po një gjykim profesional, një gjykim i qartë ligjor, politik, i gjithë fenomenin ndërsi. S'pare kemi një ligj që atë janë mbrojt me policinë e shtetit, që është policë me rrobë, ka tjetër autoritet, ka tjetër organizim, ka tjetër përgjegjësi. Ky kryeminist kishte 10 kërkesa nga gjyqësori për të fshtuar siguri në shkrim. Ky zotëria që bën të krokodilit e hoqi me ligj, edhe i dha policisë private e para, e dyta. Po dihet mos ky bëri kap në lek. Ky po për çfarë? Po. Ky bëri PVP përgjegjësione për këto. Se ato policit private ishin Saliut ato, kështu që duheshin shkatruar të gjitha. Ishte shërbimi mirë edhe privat, njësoj, si skemat e korrupsionit në sistem shëndetësor, njëjta janë me forma të ndryshme. Pjesa e dytë, ka pas një reformë se edhe kjo është shumë e rëndësishme. Te policia, inspektori i policisë do të njehon në komunitet çdo lloj konflikti, do të jetë i qartë se kur është gjyqi, kush është konflikti, çfarë deklarojnë në televizor, i bëni pa diskutim me pasin. Çka ka ndodhur tani në këtë rast? Asgjë, zero. Pra policia se do ta pranojë. Or për konflikt publik sepse po nuk është përgjegjësia e policisë me shkumë mbledh gjojet më. Po është parandalimi i krimit. Edhe ky krim ishte parandaluar pa diskutim 100%. Pra, edhe nëpërmjet policisë, nëse inspektori e kishte njeh mrapa, kishte marrë masa, e kishte pas nën kontroll, e kishte kontrolluar vetë,
kishte pas forca e policisë majna në sallë, edhe në qoftë se ky s'lejohet për me hyjë armë, se një njeri që do ta kesh qartë që biletash sa marrën se më thon drejtën, ky personi që ka në zona që un kam pas edhe sekretar bashkie elektorale që ka rritë zona ime tash e njoftë sigurisht. Ky është jetim. Është jetim. Po, ky personazh është rritë të gjyshi. Pra një djalë shumë i edukum. Po. Një djalë Kjo është e vërtetë. i mirë shkollum. Pra, që e ka një që ka marruar juridikun, ka marruar drejtësi. E ka një që fëmijë këtë gjysh, pra është rrit, i ka kalu vitet e jetës, një kohë që është në shtëpi me qëra me një probleme. Pra, ky personazh, edhe mënyra qëndrimi, që ka shumë rëndësi me kuptuar tjetër nga ana psikologjike, si na thonë doli me durën e xheva, ai kishte ditë edhe mik. Një njeri që e mendon përpara, nuk gëzohet ai. Ja shtetit se din se do të bëjnë brokun, do ta vujnë shumë. Pra, ai personazh e ka bë krimin pavarësisht se e ka menuar gjithmonë atë menja e tij, që ka thënë unë mora fond, atë ka pas lidhur jetën ai mat pron. Por amam, nëse do të ishte prarë në rrugë sallë të gjyqit, unë e them me bindje të plotë se kur nuk i kishte ndjek mrapa, si që ato i ndjek mafia, jo një që ka një hall për momentin që ka një përplasje. Qartë. Kështu që ajo mund të ishte evituar edhe me masat e moment asaj që është prapë përgjithësi ky shteti jonë i famshëm edhe ky kryeministër. Okej, do të shkojmë në hapësirë publicitare. Do të rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit, faktikisht fokusuar pak te Bashkia e Tiranës sepse zgjedhjet janë shumë afër. Publicitet. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit, sigurisht një anshëm nga Kalaja. Do doja të diskutoja pak për çështjen e Bashkisë Tiranës. Pas fiks 30 ditësh, ne kemi zgjedhjet në Tiranë. Zoti Prenç që ta nisim bashkë, si e shikoni këtë moment të përzgjedhjet e Bashkisë Tiranës? Kemi kandidaturat, Manastirliu dhe nga ana opozitës aktori Florian Binaj. Është vendosur tani më. Pas mirë, këtë e the ti domethënë, unë po thoja domethënë thjesht to dy kandidatët kryesorë. Tani ç'a mendimi ke? Pastaj do t'i prekim pak edhe bashkitë të tjera, se duket sikur flasin vetëm për Tiranën. Pa i ngel hatri askujt prej nesh, të pestë, fakti që jemi të pestë të djathtë, edhe pavarësisht të pozicioneve që kemi luajtur në politikë në kohë të ndryshme, opozita shqiptare është zhytur prej shumë kohësh në një eksperiment me kozgjatje shumë të madhe. Unë që kur kam filluar protestat për ta rrëzuar Erion Veliajin, i cili mori një mandat tërësisht të vjedhur dhe të blerë, me asfalte elektorale, me grupe korrupsioni të cilët i kishte ushqyer prej 8 vitësh në Bashkinë e Tiranës me korrupsion, me para të cilët pastaj paratë e fituara vërshuan të investojnë në Bregdet, kam menduar dhe e kam ditur shkallën e implikimit në veprimtari kriminale të Erion Veliajit. Qoftë në pikpamje të shpërdorimit detyrës, qoftë në pikpamje të abuzimit me fondet publike, qoftë në pikpamje të pastrimit produkteve vepra penale, sepse kam pas informacione të sakta se ku shkoshin parat dhe ku investoshin. Në këtë kontekst kam menduar që opozita, me rikthimin e babait të së djathtas në Shqipëri, të Sali Berishës, du ta kishte menduar një kandidatur potenciale politike për t'i vënë gjoksin Tiranës, sepse është momenti artë për ta marrë Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, sepse kryeministri i Shqipërisë, një herë dhe kryetari i Partisë Socialiste, kishte hedhur në treg një nga figurat më të korruptuar të qeverisjes së majt 12 vjeçare. Një ministre që mbart mbi kurriz dhe mbi shpatulla korrupsionin në sistemin shëndetësor shqiptar. Ankesat dhe rënkimet e gjithë të smurve të repartit onkologjik, ku si pas kontrollit lartë shtetit vetëm 20%, 25% e ilaqeve janë blerë. Pra 55% e ilaqeve për të shpëtuar jetë të shqiptarve nuk janë blerë. Dhe kjo është një vëmëndari kriminale, përveç se korruptive dhe kriminale. Dhe duke patur parasysh që edhe për 3 ditë ne jemi në datën 11 pa mbush një muaj që ka lançuar emrin kryeministri i Shqipërisë, emrin e kandidatës për kryetare bashkie. Dhe unë kam menduar që opozita duhet i kushtojë një rëndësi të veçantë, sepse sot rrëzohet ajo që mbart mbi shpatlla shumë akuza. Dhe ndërkohë që
ka bërë edhe falsifikime në dokumentacionet e saj shkollore. Po, qa ndodhi të? Ndërkohë që opozita u kap krete pa pregaditur, edhe pse du t'ishte pregaditur, jo në 10 shkurt, po që kur ka filluar betejen Okej, si e shikon për momentin e zoti Prençi? të thuash që partia më e madhe opozitare, jo se s'kishte kandidat, po nuk i lejohet që Ku i kishte kandidatën? Shiko, Çe kandidati? kishte njerëz që cilin ishin provuar në Tiranë dhe ishin votuar. Kush? Me autokton Tiranës, po ishte zonja Tabaku. Po nuk pranon për këto. Me zor largohen nga partia. Shiko, ka risk qënja antari i kryesisë Partisë Demokratike. Jo. Kur është Partia Djathtë? Kur u bë Partia Djathtë Partia Demokratike? Me vjen shumë keq Partia Demokratike. Njëherë eksperimenton primaret dhe njëherë del në shesh dhe thot unë pranoj kandidat të pavarur. Pra njëherë bën primare brenda atje, edhe shkatrohet partia nga tendencat për nxjerr shumë kandidat, dhe njëherë pastaj thot s'kam kandidat dhe mbështes kandidatin e pavarur. Okej, për këtë binajn, ç'a mendimi ke? Shikoj, nuk është sot momenti që ne t'japim mendime për binajn. Jo më si e shef Garën, shiko, një opinion për Garën. Unë them që fakti që është paraqitur dhe është justifikuar si kandidati që mbledh rreth vetes gjithë opozitën pa rrjedhje, Majtas e Djathtas, përjashtohet të copzën që ka Arlind Qorri, unë them që duhet të mos flihet gjumë dhe nuk e bashkohet gjithë opozitën tani, që për shembull zoti Basha nuk ka dalë në mbështetjet e tij, zoti Ali Beaj, Dashamir Shehi nuk kanë dalë në mbështetjet e tij. Janë dy momente të shiko tani, unë kam parasysh zgjedhjet e vitit 2023. Janë gjithë të pishme të në Diferenca, të lutem. Herë do Basha e pam të sa këtë njëkimin, po problemi është të gjithë të pishme, edhe përdopësimi është me qytetarët. Po pra, me qytetarët, me edhe këta kanë vota, se imi këtu, imi e 500 atje. E ke parasysh që ky Lulzim Basha e ka fitu, e ka rraf Edi Ramën, e dini? Po. Pra kjo emër, po. E rrafi Edi Ramën. 2011. Po, e fitoj më, kjo ka rraf. Këtë qoftë, ja, ka rraf këtë që bënë që i fort sot. E ka rraf pra... Po jo me emrin e ti. Jo me emrin e ti? Po, me emrin e ti e provum nëse sa ishte. Pra, këtu është frymë, është votë qytetare, janë situatat ndryshme politike, janë periudat ndryshme politike, janë fenomenet ndryshme politike. Pra, edhe këto emra që i përdor ti, njëri ka dhënë dorëheqjen, ti dash në shtëpi, tjetri ka humbur fare, nuk ka në Shqipëri fare. Okej, pyetje pra zotin Doka, si duket kandidatura opozitës për Tiranën? Atë që tha për që ne du të bashkohemi gjithë vëlla. A ka mundësi sot e keqja më e madhe është Edi Rama dhe Manaseni? Po, dakor, zoti Prençi ti e mbështet kandidaturën e Binajt? Absolutisht po. A më pyete mua po? Po jo, që ka merr i përgjigje. Absolutisht. Tani pyeta, po ti le suspansën, tani duhet të jesh bjeri kokës pra. Po, të shti bjeri kokës, do Edi Rama kështu, do të bënë argumente. Okej, vazhdo, ke kohën tate, po, patjetër. Atëherë, sensi një kandidatit pavarur, kam thënë vetëm kandidatit e parë për këtë çast. Unë jam gjithë në 96-ën, kur Partia Demokratike ishte në kulmin e saj, në 96-ën kam fitu kandidatit pavarur në qytetar bashkie. Vau në Des. Edhe kam fitu 72%. Por kandidati pavarur në sensin e ka që dalin kundër gjithë partive. Ka marrë 9% kandidati PD-s tuaj, në të kohë, edhe 11% i PS-s. Pra, edhe ato votues Partisë Demokratike, edhe ato votues Partisë Socialiste kanë votuar mua si kandidat i pavarur, si kandidat me emër. Kjo është Fleur Binaj 96-s. Kjo është problemi, roli që ka një kandidat i pavarur. Po? Është normale kur del kundër gjithë klasë politike. Kurse kësaj rradhe, Fleur Binaj ka arritur që të paktën opozita ta mbështesin. Pavarësisht se kjo është një falemendim. Edhe PS-ja. Është një falemendim i Partisë Demokratike në një farë mënyrë në aspektin e përgjegjësisë politike. Që është e pafalshme, është partia më e madhe opozitare, është institucionale, kryetari i bashkisë është figura qendrore e një partie politike në këto 30 vite, do të jetë nesër, ka peshën, ka menaxhimin e Tiranës gjysmë Shqipërisë. Edhe në aspektin politik, edhe në aspektin e asaj. Po e lëmte. Kjo është një provë. Pra, kjo është një test që opozita për mua ka dy mëkate të mëdha. Sparit nuk ka ndryshuar asnjë gjë nga zgjedhjet që ne i manipuloi Edi Rama,
me këtë zgjedhje që po fotim me sot. Pra po shkojmë si qapi te kasapi edhe një herë. Edhe do të fillojmë me njërin histori në Volgën e Blen, dihet se sa Edi Rama, kryeministër, ky do të vjedhin kushdo si qoftë, nuk është ky problemi që u organizohet gjithë opozita, por atë paktën në aspektin e një përgjegjësie morale e thonë që nuk është vetëm Partia Demokratike, por edhe kur opozita të jetë gjithë bashkë, ky person i vjedh zgjedhjet. Po edhe këtë ne e dim. Pra opozita nuk ka bërë hapa se si me pengu këtë personazh, si me vendos standarde, si me bë listin akoma edhe më tash për kodin zgjedhor. Kisha dhënë një propozim ato PSE-s që këto tonë të rrinë dhe heshtin, është propozim shumë i mirë. Cili? Që bën numërimi i votave në qendrën e votimit. Siç ka qenë. Po pa diskutim, del rezultati për 2 orë. Po pra. Pra, një gjë se ato 2 palë kanë bën për me vjedh votat e tjerëve. Se të përgjithësia është 2 palë që kanë bipolare në këto 30 vite, shumë ishte në rastave. Pra, nëse ai thot një element tjetër, se ty të vinë kotit e votimit, ato edhe të PD-s janë shitje janë ble me ato vota, kësaj radhe komisioner që dimna edhe me numërimin që u bën. Pra, ti merr një kostos që opozit edhe për njerëzve tuaj besueshme, edhe e bën balë procesin, edhe bën pa besueshëm procesin. Atëherë merri disa masa që procesin paktën me garantu. Si garantot procesin? Një në garanci të procesit ka edhe ky. Në qendrën e votimit gjej atë 5 burra që rrinë aty, monitoroje me kamerat, paktën votën mos ta devijojnë, votën mos ta shesin antar tuaj. Votën mos të lëvizin për qendrën e votimit. Po këto e duan atje, me e marrë votën edhe PD-ja, është me e marrë me punë Tiranë, me një dynet në qendrën e votimit, me bën këto pasardhë të famshëm, pastaj me fillu këto kur del rezultati shiten ta se normalisht do moralizohen, njëri të bëjnë presion, tjetri të japin lek me këto skemat. Kush e konfirmohet ajo votën ku ti votimit dërgohet me SMS. KSZ ka online edhe për 2 orë shpallë rezultati mos u bëm vend turbi boc. Shkojmë i shpallim mas 2 muaj. Imagjinojmë pas rotacion kur ka filluar punë kjo qeveri. I kena pas zgjedhjen qershore ka filluar, bile akoma s'ka filluar punë tamam. Po. Pra, kjo është katastrofë. Pra, kjo është element. Përtej kësaj, atëherë çfarë garancish do të bëjmë nëse këto patoenergjista janë sot në lojë? Që do të thotë zoti Ndoka, cili është konkluzioni tani? Konkluzioni. Si do shkojnë këto zgjedhje sipas jush? Konkluzioni është se Partia Demokratike në stil. Pra, e përdor si alibi, se thotë ja, e patëm edhe këtë personazhin, kjo është Hajduti pra. Qartë. Pra, ato presin Me fjalë janë zgjedhje për të vërtetuar se Hajduti vjedh. Po. Dakor. Por ama, Zoti Ndoka, do të jemi krejt qartë që kjo është edhe sensibilitet që mos ta bëjmë kështu krejt si lëvizje pragmatiste. Ky mund të jetë edhe një ndëshkim. Gjithmonë ka një test të qytetarët. Pra mund dal populli me votu vetë. Po pa diskutim që mund ndodhi kjo. E beson këtë zoti Ndoka? Me eksperiencën që kemi. Po diskutim. Në rast se partia nuk vën kandidatin e duhur, në rast se nuk punojnë, në rast se Partia Demokratike nuk ndryshon si shteti me drejt. Tani Einsteini na ka mësuar që po të bësh njëjtin veprim, do të presë rezultat tjetër. Nëse është një veprim ndryshe. Do të jesh budalla. Zoti Kalaja, vetëm një fjali. Kush është veprimi ndryshe, dakor? Nëse ai është Mesia, unë do ta duar trokas. Dham vetëm ato pjesë Okej, kalojmë te negative negative. Po, te pozitivja, po. Pozitivja, pjesa pozitive. Sot qytetarët e para ka një pjesë mirë këtyre që kërkojnë shpagim me vote edhe për këtë qeveri, edhe për atë kryetar bashkisë që kanë kështu. Po me 11 maj e dhanë, nuk ka fituar asnjë njësi administrative PD-ja, asnjë njësi, as njëshin, as 11-ën, as 8-ën, as i fshat, as Gjithmonë ka një pikë. Mund vi tani. Po, qartë. Po diskutim se pas, gjithë parlamentarët do të kemi. Opozita është 7400 vota para në Kamz, në bashkinë e Kamzës. Po Kamza është tjetër. Po është tjetër, po është domethënie. Shkojnë shumë zgjedhje parlamentare me zgjedhje lokale. Po, patjetër, sepse varet në emra. Janë shumë interesa. Je shumë i saktë. Ti kujton që këto ministra do të paguajnë lekë kur kanë punuar për veten e tyre. Jam dakord. Do të bëjnë çoka, do të dalin. E kanë bërë balë me të gjithë. Dakor. Kjo qëndron. Jam dakord. Sulësia këtu do të në shkojnë, ke parasysh. Po. Ato se vrasin menin, thonë se do të shihemi. Pra nuk është një përgjegjësi që ato e kanë. Përveç saj, edhe ky ansambli i realismos mos ta bëjmë këtë pa peshë. Që do të thotë? 5 drejtorët që ka pasaj kanë bërë komplet fushatën elektorale të bashkisë. Pra cep në cep. I kanë një mbrapa bëtin këllisi, natën, në nërqen e pranejën, në për një të blej vota, ato s'janë sot. Janë në burg, por edhe mështesit e tyre sot nuk e mështesin e Tiranën.
Ti nxarjen po. Këtu jam dyshues. Mirë më mirë, nuk e mos jesh dyshues fare se i njofon shumicën prej tyre. Pra, në këtë aspekt e infrastrukturë do lëvizjen. Përveç sa është vota ndëshkuese, përveç sa edhe opozita se dhe kjo ka pjesën e vet, se nuk është opozita me të njëjtën përmasa, rritet se krijohet besimi tek qytetarët. Mund të ketë edhe surprizë, pra këtë priten. Unë po të marr rastin tim që gjithmonë flas edhe prej eksperiencës. Kur unë kam qenë kandidat i pavarur, domethënë ishte një budallë shumë i madh. Por më detyruan ata që mbështeten, pavarësisht se unë isha në strukturën e Partisë Demokratike, tjerë u bën një lëvizje sikur i bën Partia Demokratike, moshën nga një kandidim e venosen një tjetër. Si për herë. Më kanë regjistruar kundër vullnetit tim, se unë isha kujtore i PD-s më, edhe më regjistruan kandidat i pavarur kundër vullnetit tim. Pastaj diçka kanë ardhur më thënë se kena regjistruar atje. Kur dolëm fushat, unë ishte një aventurë. Se Partia Demokratike kishte dalë prej zgjedhjeve te 26 majit, kishte fituar 70%. Edhe më dal kundër PD-s, ishte një budallë. Sidomos në vallën e Deos. Po pikërisht, pra si ishte një elektorat që nuk kishte atë emancipim politik. Qartë. Edhe unë them që kur kanë ndryshuar ajo zonë atje, që ato të majt, që unë nuk i kam taku fare, as i kam kërkuar votën fare, as nuk kisha shpresë të më japin, më kanë votuar 15% e tyre. Kuptoj. Po ja kërku, kjo është emancipim. Kjo mund ndodhe në Tiranë. Po si nuk ndodh në Tiranë? Mund të ndodhë. Po ndodh tjetër. Kastriot. Kjo është vetëm mundësi që mund ndodhë në Tiranë. Dakor, dhe kuptova. Si e shikon garën e Tiranës me këto kandidatura që ke? Unë besoj që pak rol luajnë në kandidaturat, sepse Partia Demokratike nuk po ndryshon as qëndrime, as metodikat e saj. Me keqardhje them që Berisha versioni 3 që është ky aktuali është baraz me Lulin e 2 mandate me në kryet PD-s. Kështu që unë jam pesimist për fatin e zgjedhjeve, kjo nuk ka të bëjë me kandidatin, edhe ti po t'ishe kandidat, ti e di që unë vlerësoj, edhe unë po t'isha kandidat. Kam frikë se rezultatet do t'ishte po i njëjti. Ka kandidati. Pa diskutim që ka rol kandidati, edhe që di Pa dyshim që ka rol, unë nuk po them që do ishte njëjti rezultat, si t'ishte Kastriot Shipi, si t'ishte Aulon Kalaja. Unë po them do ishte prap humbje. Aulon Kalaja do humbte me 49, unë do humbje me 39%. Pse pat sukses Aulon Kalaja? Nuk e pat që ishte politikan, e pat që ndërtoi kauza në interes publiku. Ishte një emër që shkoi gjithanej. Pashë kohën e tij, financat e veta, lëvizjen gjithë Shqipërinë për kauza. Pra u bën një figurë për kauza. Po nuk fitoi dot. Ai zotnia aty. Nuk fitoi dot në Durrës. Nuk fitoi atë, po mori një rezultat spektakolar, më se fitohet me të parën, normale. Po nuk fitoi as Partia Demokratike në Durrës. Nuk ishte Partia Demokratike. Ky xhori veten e tij edhe mori një rezultat shumë mirë. Fitore është për një djalë të ri që futet për herë të parë. Mirë, atëherë për këto lloj fitore do flasim edhe në rastin e Florian Binajt. Po diskutojmë po. Do themi bravo i qoftë. Gara e parë mori 25%. Jo, nuk po flasim për atë. Se problemi është se ky personazhi që zgjidhet me këtyre dolën edhe emra të tjerë ato. Pse nuk më krijoshën asnjë lloj simpatie të mua. Se nuk visha pas një herë të mojtë ndërsa më bëri kërkon me mikrofon përpara ose me mikrofon. Eldira Çepani ka dalë. Për Eldira Çepani nuk e thua dot. Që s'ka marrë pjesë. Për Florian Haçkaj nuk e thuaj dot që s'ka bërë ai betejat e veta. Asnjë s'ka bën për interesin publik ka qenë betejat e tij. Ai u mobilizua për votën e diasporës. Interes publik është. Po pra, edhe si funksionoi vota e diasporës. Po pse ja ka fajin Florian Haçkaj PD-s që nuk i dërruaj votën. Po nuk është puna e fajit, as pjesa e një fenomeni që kur të kërkosh një gjë do të dish se si përkthehet, se si është organizuar, se po vjen prej asaj bote. Unë kam ditë që çfarë do ndodh me votën e diasporës. Me cilësinë ti kërkon një skemë, bën një skemë, ka zonë kritike edhe të. Po pse e pranoi PD-ja? Po pikërisht pra. Në rregull pra, domethënë mos s'është faji Florian Haçkaj, këtë po them. Tani unë me cilësinë e mikut edhe të kolegut, me cilësinë edhe të mikut edhe të kolegut të zotit Kalaja, po i propozoj që javën tjetër të thras këtu Armando Vrushin, që është një qytetar me profesion IT, domethënë teknologji informacioni, të paraqes prova video që tregojnë se si ato pajisjet e famshme të identifikimit biometrik nuk bëjnë identifikim biometrik. PD-ja nuk e ka qarë kokën kur të interesohet për këtë provë. Në qoftë se qytetari nuk identifikohet dot sakt kur voton, ty zgjedhjet kanë rënë. Ti s'ke më zgjedhje. Po këtë çështjen e s'ke zgjedhje. Okej, jo, para se ta shpërndajmë kështu, fal, Shamsi, Maringen. Për mua po, për mua e ka shit PD-ja, prandaj nuk flet PD-ja. Garën për Tiranën tani kur PD-ja ka nxjerr kandidatin, e ka nxjerr. Domethënë e mbështet, e ka nxjerr PD-ja se ka nxjerr Çenci ka tani se. Atëherë, fillimisht duhet të them që unë kam qenë për kandidat politik. Po? Partia Demokratike nuk duhet strukej, por duhet të nxjerrte kandidatin nga radhët e saj.
qoftë se nuk kishte kohë për primare, qoftë se do i qëndronin primaret. Primaret i kemi zhvilluar në nëntor, mos gaboj, nëntor 2022 dhe Ali Mehmeti ishte i radhës pas Belindit. Qoftë se s'do pranonte Ali Mehmeti, kemi pas Adriana Kalane me radhë. Cili nga ata? Se ata kanë treguar mbështetje nga baza e Partisë Demokratike. Dhe më falni po flas sepse jam brenda strukturave të Partisë Demokratike dhe strukturat e Partisë Demokratike në këtë moment personalisht nuk i shoh shumë të frymëzuara nga kandidati që ka mbështetur Partia Demokratike, pavarësisht se në radhët e saj si personazh gëzon një respekt, është personazh karizmatik, Florian Binaj, ka qenë pjesë e disa kauzave, shoqërisë civile, disa kauzave të tjera në subjekte të tjera politike, por jo tek Partia Demokratike. Është një personazh që vitet e fundit është i angazhuar edhe në protestat e shoqërisë civile, në aktivizmin pra civil, ka mbështetur te teatri. Po, absolutisht, te teatri nuk është shumë. Teatri nuk ka thënë asnjë fjalë Florian Binaj. Por tek për ato jam unë dëshmitar. Po. Sepse edhe unë kam qenë disa herë tek teatri, nuk unë qenë që kam qenë mbështetësi më i flakët, por kur kam qenë nuk e kam parë aty. Jo, po s'ka bërë asnjë deklaratë publike, të garantoj unë, po të donte kishte bërë. Bëhet mend për aktivizmin e tij në protestat kundër çmimit naftës, që mbani mend që shkoi çmimi naftës 2700 lekë dhe ka qenë një ndër personazhet pra që aty fitoi edhe një simpati për shkak të populizmit të tij në fjalën që mbante në ato protesta. Unë kam qenë shikon digare, domethënë raport me Manestir Liu. Tani këtu është momenti, ky është momenti që unë do të shikoja pra dy kandidaturat përballë njëra tjetrës. Florian Binaj për mendimin tim ka avantazhet e tij. Dhe normalisht është një goditje, mbështetja e kandidatit të pavarur Florian Binaj, edhe pse ishte i vetmi i pavarur, sepse ne jemi realist. Në momentin që doli Zoti Berisha tha ne do mbështesim një kandidat pavarur, mas 2 orësh pam doli Floriani tha unë kandidoj pavarur dhe nuk pam kandidat të tjerë të pavarur. Edhe është pak e çuditshme kjo se si unë nuk e di kjo është po. Si kandidatët. Po, dhe si i pavarur do të mbledhte 6800 firma. Dhe unë nuk mund të them që ky ishte kandidati më i mirë i pavarur, sepse nuk kishte disa që të themi që ky është më i miri i pavarur. E kupton? Por mund të them që është një personazh që mund të marrë vot proteste. Mendoj unë. Çfarë është vota proteste? Tezën e ndogës që thotë po deri diku bi dakord me kryetarin mund ta zgjedhin. Absolutisht. Pra për te kësaj PD-s që është absolutisht, shikaulon. Pavarësisht se unë personalisht si Mariglen dhe si antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike do të dëshiroja një kandidat politik të dalë nga rrafet e Partisë Demokratike. Unë mendoj që jo i vetmi, por personazhi në fjalë, kandidati Florian Binaj mund të marrë vot proteste, sepse Mari Glendi, po të kandidoj Mari Glendi, po marrë veten time, për disa unë mund të jem një idiot radikal. Shquhen për këto qendrimet e mia të djatës radikale. Dhe një qytetar që ka prirje të majta, që është shumë i zgënjur ndoshta me qeverisjen e majt, nuk vjen tek unë. Po. Ose tek një X tjetër prap. Po ky e frymëzon militantin e PD-s, Florianin, në këtë rast patjetër. Ky është momenti tjetër, krucial që duhet më e pak. Po, duhet më e pak këtë moment. Zoti Prem, që ke ndërhyrje se kisha i pyetje. Se pyetja është e tillë. Pra se ne po marrim vetëm argumentin që tha zoti Ndoka se e ngacmoi, domethënë me drejt qytetarët zgjohen në datën 9 nëntor dhe votojnë. Domethënë votojnë kandidatin më të mirë faktikisht, se kandidati më i mirë se Manestir Liu është Binaj. Tani marrim invers argumentin. Në rast se Binaj humb, a kemi të bëjmë këtu thotë futa Belind Kolliçin humbi, futa Florian Binajin humbi. Pra, a krijohet i fatalitet siç u krijua me partitë e vogla që Endri Shabani zihet me lapajin për Zeqirin. Dhe e gjithë shpresa e qytetarëve për partitë e reja u shu. Pra, mos po kalojmë fatalizëm nga kjo politika, i po bim në kurth, po e marrim gjithmonë argumentin invers. Si e shikon këtë moment? S'parit të do të sqarojmë se Partia Demokratike filloi një fushat negocimi me partitë aleate të opozitës për të gjetur një kandidat konsensual. Dhe dështoi, sepse pati polemika midis Agronsheajt dhe Partisë Demokratike, midis Zotit Lapaj dhe Partisë Demokratike për kandidatët konsensual. U përmendën emra profesorësh e personalitetet ndryshme. Dhe shkuan tek një skem
e bajaqshme në kuptimin e mënyrës se si u servir opinionit publik kryesisht opozitës, por normalisht u hodh në treg një figurë që mund kishte edhe të tjera, por Binaj mund të jetë një figurë përbashkuese. Edhe për shkak të pjesëmarrjes në disa kauza që ka marrë shoqëria civile, ka ndërmarrë shoqëria civile. Tani problemi edhe të disa veprimeve që kemi parë, në fakt, jo se ta them se ka qenë edhe me Veliaj, që ka shpërnda sup me Veliaj. Ka dalë dhe në kratë Ramës në 2013. Jo, ajo është humor, ajo është tjetër gjë. Po humor pra. Jo, humori është tjetër gjë. Dalja me shpërnda tasin e supës është tjetër gjë. Ka dalë për vitorin e freshit. Tani po pra, jo, pyetja është Veliaj do ta mbështesi me që ky ka shpërnda supë me atë, mund ta mbështes Veliaj këto zgjedhje, me që është në sherr me absolutisht një pjesë e Partisë Socialiste ose e Gënën Thanandës, që janë besnikët e Erion Veliajt, mundet edhe ti ke ndërguar fjalë që do e kesh mbështetjen tonë. Kjo është pyetje, po. Dhe ndaj dhe është frymëzuar që Binaj ka ndërmarrë, sepse këtë guxim nuk e pati asnjë nga politikanët e Partisë Demokratike, madje me peshë specifike të matur në Tiranë, siç ishte zonja Tabaku apo Ilja Mehmeti. Unë për këtë do ta përgëzoja zotin Binaj dhe prandaj dhe them që sot më shumë se kur Partia Demokratike, por të mos e vazhduar më eksperimentin e stërgjatur, duhet të mbledh gjithë partitë opozitare për të lidhur besën në kuptimin e mirë të fjalës për ta mbështetur këtë kandidaturë, sepse është momenti për ta mundur Partinë Socialiste. Është momenti për ta Partia Socialiste nuk është parti që i lën votat në rënje të lirë, në djerrje, në mënyrë kategorike. Këtë hamendje mos ta ushqej askush. Partia Socialiste i kontrollon në mënyrë perfekte strukturat e veta dhe votat e veta. Por duke shfrytzuar momentin që kemi një pjesë të Partisë Socialiste të cilat janë mërzitur me Partinë Socialiste për shkak të konflikteve që ka patur Veliaj me Ramën, sepse Veliaj nuk e qenë burg Partia Demokratike, jo. E ka qenë Edi Rama për të mos e patur konkurrent në përkam, për shkak të miqësive që kishte me Sorosin edhe për shkak të lidhjeve ndërkombëtare që ai bëri mbrapa shpinës së Ramës. Këtë e dinë gjithë shqiptarët. Shfrytëzoi implikimin në veprimtarin kriminale të shpërdorimit të detyrës së tjerë dhe u shpik ai personazhi i famshëm që bashkëpunon me drejtsinë dhe e paditi zonë Velia në provim. Por opozita nuk duhet më tashmë që e ka nxjerrë në fushë për nxemje kandidatin, tani duhet të ketë mbështetje maksimale. Unë personalisht, sepse gjërat nuk janë personale, po vinë në shoqëri edhe personale. Unë kam qenë një ndër kandidatët në zgjedhjet e kaluara. Unë kam dalë numri 2 më i votuar në atë parti që unë garova. Unë s'kam qenë personal. Ti mund të kesh dalë dhe numri 1, po emrit para teje. Po të kisha qenë, ndoshta po të kisha qenë me Partinë Demokratike, nuk do kisha marrë 1000 vota, po mund të kisha marrë shumë më shumë. Problemi që ndodh këtu, unë nuk i kam pronë 1000 vota. Nuk i kam pronë. Por edhe sot i dirigjoj minimumi, po them 30% atyre votave. Unë nuk i qoj dot të Manastiriu, sepse ajo ka vjedh ilaçet e shqiptarëve. Binaj nuk më ka vjedh. Binaj nuk i ka vjedh shqiptarët. Dhe kështu duhet të adresuar pyetja tek banorët e Tiranës. Binaj nuk i ka keq përdorur, nuk i ka keq shfrytzuar, nuk i ka vjedhur, nuk i ka grabitur. Manastiriu i ka vjedhur. I ka vjedhur edhe të smur, dhe ata me kancer, të onkologjiku. Dhe Manastiriu është mafia. Binaj akoma nuk është provuar që është hajër. Në këtë kontekst, unë them që banorët qytetarët e Tiranës duhet të luftojnë të gjithë së bashku për të larguar nga qafa të keqen me të madhe. Binaj sot s'ka si të keqe. Binaj sot ka dalë në treg dhe kërkon votën e socialistëve të zemëruar, të demokratëve të bashkuar dhe të aleatëve të afruar. Nëse do arri të realizoj një ansambël, por me besa bes, në kuptimin e mirë të fjallës, që Sali Berisha sot duhet i shtri dorën edhe ati që e ka mërzitur më shumë, edhe për ato 5 votat që tha zoti Nart Ndokaj. Sepse me të vërtet nuk kanë peshë specifike që përkthehet në një mandat deputeti. Po edhe partia Dasheut i ka 2000 vota. Po edhe partia tjetër i ka 3000. Po s'diskutohet. E dini sa është diferenca e Erion Veliajt me kandidatin, me shumën e kandidatëve të tjerë opozitar? 13.000 vota.
Kurse midis kandidatit Belind Kelliqi dhe Erion Velies është 52.000 vota. 58. 58, më fali, se lapsus i. Për të, po të heqim edhe 16.000 të qorit, bëhen gjithsej, nga 13.000 vota, bëhen 29.000 vota. Ne duhet të rikuperojmë gjysmën. 14.500. Kjo është matematikë, o zoti Premshi. Politika është fryma e daljes me një kandidat të përbashkuar. Dakor. Zemrimi i një pjesë të Partisë Socialiste ose të gëna alternantës, po ne do të mundohemi ta përkthejmë pozitivisht. Mirë, dakor me nëse mendojmë që duhet ndodhë rotacioni në qeverisjen vendore të Tiranës. Populli i Tiranës është pa ujë, të provojmë një njeri ta sjellë ujë. Ndoka Të se krasojmë se kanë nësi edhe fenomene që t'i krasojmë. Të se marim me rastin e Zelenskit. Që se marim me Zelenskit. Ishte një aktor, në cili u pompone një farë mënyrët. Pa tjetër. Nëpërmjet e një filmit, nëpërmjet një investimit, ishte Soros i mrapa, edhe u zëllë president, që u zëllë i dali, edhe si aktor në rolin e presidentit, i vritëm automatikë, që vjedhin e bënin korupcion, fitej simpatinë e njerëzve, pra kjo ishte fabule. Një lloj fabulet, e mirë përgatitën, e strukturuar nga ana artistike, nga ana politike, edhe sot e kemi botën në luftë për ti. Nësa Ferrer vinë ka një avantazh tjetër. Ky fenomen ka një dimension këtë tjetër. Do ta pranojmë këtë realitet. Pse e them këtë? Sparit, ky është një aktor profesionist. Të them drejtën, gjithë kemi pasur lloj simpatie, si ka njës karrierën shkallë, ka qenë një figurë që në kauza mbështeti këtë lëvizjen e re politike, ju rikthi me misionin e tij, ka qenë prezent gjithanë në aspektin e saj. Ka një artikulim, ka një bazament, pra ndryshe nuk është mund të një aktor humor, ka një artikulim tjetër, ka një pozicion serioz kur man kauzat, ka luftuar për drejtimin e tij edhe profesionale, ka mbaruar shkollën për pikturë, ka vazhduar një fakultet tjetër për arkitektur, pra është përpjekje të jetë një figurë që ta kuptojë se cili është realiteti. Pra nuk është një njeri si kur ta i bën ky zotëria jon investitor strategjik. Jo, nuk është nga ato, po dakor. E kuptova se çfarë thot, po. Është një bazament tjetër. Atëherë unë shoh surprizën. Mund të ketë element surprizë. Kjo është kryesorja, se nuk tham që në kushte normale do të ishte një dramë shumë e madhe. Kuptova. Rama këtu kontrollon. Faktori dhe Liej sa do të ndikojë zonë Ndoka sipas jush? Pra në këtë moment. Gjithë faktorët ndihmojnë në favor të Florent Binis. Pra të jemi krejt qartë. Gjithë faktorët. Pak nësia më në radhë PSO-s, që ka shumë. Pra PSO-s është e liruar, është portalluar. Këto ministra që kanë bërë maksimale ndër parlamentare nuk kanë me bazë minimale, se e diun se funksionon. Është krejt tjetër. Kemi dhe një moment kur Arlind Qorri brenda smajtës po fiton një lloj simpatie. Pa mund kemi një fragmentizim të votave. Ajo që tham ne, ngaherë në politikë 2 bëjnë edhe 2 fare, po bëjnë edhe 8. Pra kjo është momenti që më bëhet 8. Për faktin se janë shumë faktorë që mbledhin, edhe këto e kanë marrë për si lehtë edhe vetë ky padrina i madh Rama e Bashkinë e Tiranës. Kështu që në këtë aspekt ky ka edhe një lloj simpatie se mund të thonë që nuk është ndaj ushtar. Do të rrinë ushtarës çali bërish nesër, ose djathtës. Ka me fituar një mandat, ka më problem me bërë më të mirët e mundshme. Juve vetë Ndoka keni qenë për kandidat politik apo kandidat që të vinte jashtë politikës, personalisht, duke pas dhe një parti që drejton? Që unë jam për kandidat politik. Qartë. Madje unë do një proces të qartë, Partia Demokratike nuk ka hecë dorë për skema tjetër. Pra, është me njëjtin mentalitet bolshevik. Duke thënë ata se i bëjnë mirë edhe atyre, e kupton ti që thonë ka pas një. Mund të falenderoj për këtë që po thuam. Prandaj t'ia them se edhe më në shumë, e dinte që unë jam një parti sot aleate e Partisë Demokratike. Të bëjnë çokët me 2-3 persona dhe marrin. Si ka mundsi? Nuk ndryshojnë. Po ti ke në momentet më të vështira Partisë Demokratike. Kur e kritikon atë të shpallën në mik. Pra këtë si them unë me të,
ato nuk bëjnë asnjë semësime të marrë menim. Pra, prej këtyre, kështu është e partisë nuk nëshon. Nuk kam, unë jam themillues se e partia, nuk jam kot të ku jam. Prej këtyre gjërave, po ato nuk ndryshojnë për fatën e keq. Kështu që në këtë aspekt paktën, ky Floren Bina zdishet për asaj nga kjesave që ka. Se gjithmonë njerëzit e gjejnë atë sebebin, nuk mund gjejnë sebebin edhe ato militantët e majt. Se është nëna psikologjike më. Se thot, nuk e votojnë në Nardin që është mos bërish, ai se që dënë Berishën. Nuk e ka atë në shpirë se është i majt, por e nxjerrë si armë dhe nxin i fut frikën edhe 10 tjerëve. Kjo pjesë lërë ato nuk është pak. Ne unë qofë surprizën, që ka shumë njerëz që dhe ma mirë kisë në mërzitën ato. Njeri kujtar është në Burg, ka banamin të vjell, ky kryeministri i bodit zgjedhë, Tirana është shpartallu, pra kjo mund të jetë momenti i artë. O të bëjnë Tirana, emancipimi i Tiranës është po diskutim në votë. Ka qenë gjithmonë, pra përkthehet, lëviz, nuk ka njerëz që rrinë, se nuk ka sa dush njerëz lirë. Është Tirana shumë e madhe, shumë e vështirë që gjitha interesat pavarësisht që të bëjnë maksimalin nëpërmjet. Po skema zgjedhjeve lokale, zgjedhjet pjesëmarrë. Është më ndryshe pra, jam dakord. Shumë më ndryshe. Jam dakord, tu që ndryshe. Kastriot, kam një pyetje në raport me Veliajn. Si e shikon figurën e Veliaj këto zgjedhje? Pra, tani të jemi realistë, ka një valencë politike. Unë nuk e di se sa e ka nga Burgu, kjo është tjetër gjë, po unë nuk e besoj. Kundër PS-s apo nuk e besoj se ka më valencë Erion Veliaj. Erion Veliaj për mua ka vdekur politikisht. Elektorati i Partisë Socialiste është fanatik i kryetarit, ka vetëm kryetarin dhe asnjë tjetër. Sa ishte Fatos Nano, të vristi për Fatos Nano. Po ata që të vrisin për Fatos Nano, u vunë në rrjesh pas Edi Ramës, u bën më të këqij në brendit Edi Ramës. Thënë gjithë, është një pjesë edhe për të majtëve, që e majtë është emancipuar, mos ta marrim kështu. Unë kam ta thash, ne kam prej eksperiencën time, unë s'kam besuar kurrë, nuk kanë votuar mua. Në 96-ën. Pra ndoshta kanë qenë të emancipuar atëherë, nuk janë më sot. Unë se di ku është emancipimin e të majtës në Shqipëri. Janë njerëz, tash ne kemi lidhje të njohin me gjithë, por unë njoh shumë të majt, edhe ish deputet Partisë Socialiste, që e shohin me shumë rezerva dhe nuk e votojnë. Edhe se kanë votuar. Nëse flet për atë kategori, po, patjetër. Nasmir Bilani është njëri prej tyre, ka qenë deputet i Partisë Socialiste. Dhe është qytetar, po në firë ka qenë, dhe është qytetar me integritet dhe bën kritika shumë parimore. Jo, po nuk është në pushtet Edi Rama për shkak të votës sa Nasmir Bilani. Është për shkak të votës së atyre që u mban lakun e bukës në fyt, që i ka në rrogë, atyre që kanë hallë të marrin 1 grant për një projekt në bujqësi, që të marrin një leje ndërtimi. Po patjetër. Dhe ato që nuk i plotëson me këto metodë, me shantazh, i vjedh. Absolutisht. Unë s'them se ndryshojnë ato. Shkon Kastrioti, voton 3 herë në 3 qendra të ndryshme. Makinat nuk kontrollojnë asgjë, mbaroj. Tash problemi është se këto janë defektet e PD-s. Temi këtë qartë, mos i them makinat. PD-ja e drejton 50% të territorit të Tiranës procesin, e drejton, jo kontrollon, e drejton, ka kryetar e qendrave votimit i ka PD-ja. Dakor? PSD se bën. Po di faji i PD-s patjetër. Po pikërisht. Edhe për makinat që nuk identifikojnë është faji i PD-s. Po njëjtën gjë, nuk e di ku është kontradiktë. Faji i PD-s. Njëjtën gjë po diskutojmë. Kontradikta po thojmë ne që PD-ja të paktën me bë detyrën e vet. Duhet me bë detyrën, pra po nuk e ka bën. Si bë detyrë, bë detyrë bëhet edhe ligjore më. Unë ta thash, ka një propozim sot. Mos bëjnë PD-ja me mufsha si struci. Ta thonë nuk do shkojmë komision më nar, dëngjove çfarë thanë sot në Burg. Po nuk erdhin ndërkombëtarët, po nuk erdhin këto. Pra do kemi fatin e 2015, siç e bëni hartën elektorale me dorën e vet. E ka thënë Berisha me kohë se nuk bojkotoi. Le çfarë thonë to të tjerë. Do shkojnë komision. Do shkojnë si çeçë ajo. Se shkojnë do shkojnë. Puna është me shku edhe me bënë një propozim, jo me votu atë që thotë Damian Gjikori ose me ministrat. Të mëqosë nuk e bëjnë këtë, edhe shkojnë, këto janë dishit vetë. Po pra dakor, duhet ta themi. Do të bëjnë përgjegjësi për atë se nuk është se tash ne këtë ne po i them përpara këtë gjë. Mbrapa kemi thënë edhe më shumë. Pra, se do të kenë një kosto, se nuk është puna për më fshesë strucin. Sot ata duhet ta reformojnë derisa është hidhur një propozim për Partisë Socialiste. Edhe për ndarjen territoriale, ma që ky Lulzim Basha i ka krijuar një kosto shumë madhe këtij vendi. Po ky do bëjmë më pak bashkim në nuk e di e ke marrë vesh këtë Ramën. Thotë do bëjmë më pak bashki, thotë se 61. Do bëj 40. Thuhet që do bëj 40. 36, sipas rretheve. Si e shikon këtë moment? Tash problemi është se kjo është fataliteti, se Partia Demokratike ja ka fal Edi Ramës kodin zgjedhor të 2008. Po. Dakor?
Edhe unë du të bëj një përgëzim publik për ty për shëndrimet konsekuente që ke marrë, se ti ke qenë një nga deputetët që jo vetëm ke votu kundër, por ke qenë edhe në grevurie për çështjen e kodit zgjedhor. Aty është shumë sistemi. Patjetër. Unë kam kuptuar se unë s'do la për interesat e mia, e kuptova se çfarë po ndodh. Po pra, jo dakord, një nga arsyet që unë domethënë të kam respektuar është kjo që ke marrë qendrim parimor në Ministri i Kabinetit Berisha dhe kam votuar kundër ndryshimeve për zgjedhjen e presidentit. Po. Aty ka filluar ajo për plasje parë. Unë s'dëshoj mos jetë president, po e kuptoja që po i jepet një goditje shumë e madhe kushtetues. Përjetin e pranimeve në Komlevis. Që aty, me atë kohë zgjedhor, e djata nuk fiton edhe 30 vjet tjera. Për faktin që vetëm Vlora edhe Firi sot kanë plus 11 apo 13 deputet. Po. Më tepër, vetëm të dy qarqe, stalinistë që janë të majt, që Belinda 12 kemi vetëm Fier. 12 me 4. Vetëm Fier jemi 12 mandate. Jo, plus mandate thotë që nuk i takojnë. Nuk i takojnë. Jo, janë plus nesh, pra, dy plus opozitës, diferencë. Duke që janë 11 mandate, vetëm të dy qarqe. Imagjinoje, ne ku kemi një tepër në Ku ka? Vetëm Kukës. Vetëm Lezhë. E kupton dy edhe në Lezhë u bë siç u bë domethënë historia. Dy mandate. Kush ato e myllin. Dakor, myllin fitoren me Fierin e me Vlorën, po thonë. Çai duhet Partisë Demokratike? Reformë territoriale, jo se po Rama, mos kur merr pjesën në opozit i dikton kushtet. Po pra dakord, pra duhet me dalë dhe me propozime. Rama nuk është nda pronën e Krishtaçit. Po. Bashkiet janë përsëri kombëtare, pjesë administrative, vendosen standarde, numri i banorëve, sipërfaqe territoriale, zakonet, historia, lidhje, shumë gjëra. Gjërat e bashkia janë pak sot, se bashkia çfarë lidhje ka bashkia Tiranë që merret me Norçën. Po. E merret me Zallherën. Po kjo është kulmi. Bashkia e Tiranës do të jetë vetëm me kryeqytetin. Pjesë urbanistik. Ato do të jetë një bashki tjetër për fshatin. Sigur ka qenë gjithmonë. Edhe për Durrësin, do të jetë bashkia e Durrësit për qytetin. Pjesa tjetër se janë probleme të veçanta. Merret kryetari i bashkisë e Tiranës për kanalizimet atje. Ke dhe fushkruan që s'është bashkia. Ka qenë bashki, nuk është më bashki. 48.000 banorë. Kryetari i bashkisë për një mandat katërvjeçar nuk i bën rradha me shkua asnjëherë për vizitë atje. Siç është gofitë po mundësisë edhe me pas dëshirën. Po pra delegon pushtetin një X a duhet një ndarje territoriale, po foto bashkia aty, foto më opozit në proces. Po. Mos të e bojkotoj procesin. Foto edhe bllokoje. Nëse bllokoje procesin mos e lëm ne bë. Qartë. Aty bën namin e parlamentit. Dakor. Thirrën njerëzit në protestë. Kodin zgjedhor 12 vjet nuk i ka dhënë asnjëherë konsensus Edi Rama. Se nuk i ka dëshmor kjo Parti Demokratike, se nuk i ka dëshmor Lulzim Basha, se dozë mandatet dhe ja la fushën e lirë. Edhe kjo është një përgjegjësi e jone katastrofë. Ti vendos rregullat e lojës. Si vendos rregullat e lojës ti? Që ai ti ndryshon, thot porta jote do të jetë 11 metra, e ime do të jetë 5. Dakor. Edhe ti futesh edhe lun, edhe man shënime i dërgon OSB-s. Të janë rregullat. Pra, Partia Demokratike do të marrin pjesë e qartë. Mos kam lexuar një artikulim të Sali Berisha akoma sot, që thotë do të ndryshojnë kodin zgjedhor 1, 2, 3, 4. Edhe këto marr partitë e reja që i futen atë, janë penalizuar se kanë marrë 50.000 votë nga një mandat. Po. Për kodin zgjedhor që Partia Demokratike i ka bërë. Pra, edhe unë ti shakujtare e ti në partive thëmë po, nuk më shtesë në zgjedhjen lokale, nëse ti nuk deklarosh se do ta ndryshosh kodin zgjedhor. Për standarde. Dakor. Kjo është roli i opozitës. Si e shikon këtë moment tani, pra kemi dy kandidatura, nga ana tjetër flitet shumë pak, se folëm vetëm për Tiranë, flitet shumë pak për Vlorën, për Beratin, për Matin, që ti e ke si njohje si rreth, domethënë, për Tepelenën, për Cerrikun, edhe atje jetojnë shqiptarë. Aty ka dhënë rezultate, por ne sfidën nuk kanë ashtu. Pse? Si pse? Maringlen, ma jep ti se do ta jap fjalën. Si e shikon këtë moment domethënë me këtë bashki? Realisht ka pasur një pasivitet në ora i di kandidaturat valla, kush kandidatura ka nxjerrë? Realisht vetëm çfarë kam hasur pak në rrjetet sociale, duke qenë se jam mjaft aktiv dhe brenda strukturave të partisë kam njohje në bashkitë respektive. Kam marrë vesh një dy kandidatura nëpërmjet rrjeteve sociale, atë të Matit, mbrëmjen e sotme, zoti Eduard Brahilika, një avokat i nderuar, dhe Ardit Hoxha, mos gaboj, në Cerrik, dhe të tjerat janë akoma në Tymnaj. Tani, Partia Demokratike në radhë parë duhet të tregoj që ajo e do fitoren. Dhe unë kisha dhe një propozim konkret për Partinë Demokratike. Të paktën për Tiranën, ku do t'jetë dhe lufta
më e madhe. Me sa duket? Me sa duket, sepse duke qenë se gjithë projektorët janë drejtuar tek përzgjedhja e kandidaturës së Tiranës, mënyra se si të funksionojë, unë propozoj nëpërmjet ekranit televizionit tuaj dhe emisionit tuaj Partisë Demokratike që kësaj radhe në Tiranë të përzgjedh si drejtues shtabi, drejtues shtabi të gjithë kandidatët fitues në zonat e tyre dhe kryetarët e shtabeve fitues në zonat e tyre, në qoftë se ajo do të fitojë. Dhe t'i le këta humsat, t'i le në dorë dytë, me rolin e dorës dytë, qoftë se do të fitojë, vetëm këtë lloj mënyre. Sepse në qoftë se ekziston kjo makineria e shitblerjes votës, makineria e grupeve kriminale, edhe këta njerëz, marrim konkretisht zonën e Fushkryes Aulën. Aty ju keni bërë një kthes historike. Keni fituar Bashkinë e Kryes pas 18 viteve. Zona e Kryes është materniteti i grupeve kriminale, po ju treguat që fituat. Kjo do të thotë që ju keni eksperiencën e duhur për të kundërshtuar këtë lloj makinerie që pretendon Partia Demokratike, që është e vërtet, që ka një makineri. Mos ka lidhje me grupet edhe Auloni. Po jo, Auloni është intelektual dhe është djalë i nderuar dhe Auloni ka marrë gjitha votat për shkak të profilit intelektual, profilit familjar që ka, absolutisht, në mënyrë më të padiskutueshme. Unë kuptoj edhe batutën e zotit e kuptoj edhe batutën, por unë do të propozoj realisht që këta djemë dhe vajza që kanë fituar në zonat respektive të vinë dhe të drejtojnë fushatën e Tiranës. Dhe këtu mendoj unë që do të kemi një moment kthese dhe që mund shkojmë edhe drejt fitores. Okej. Meqense s'është mbledh Këshilli Kombëtar, po e them këtu, sepse do ta thojë në Këshill Kombëtar këtë gjë. Ti përgjigjem edhe zotin Ndoka për Ky moment i këtyre bashkive të tjera, si e shikon? Pavarën edhe Këshilli. Po pra, do të më kthy pavarur domethënë. Si e shikon momentin edhe bashkive të tjera? Nuk besoj se më takon të jap një opinion, se kam qenë indiferent ndaj bashkive të tjera, nuk e njoh sa duhet. Edhe për këtë kërkoj falje përpara publikut që nuk komentoj dot. Faktikisht ka një traditë që i merr qeveria tani, të jemi realist. Ai ka thonë deputetëve tani ka një 12 vjet që qeveria i merr të gjitha zgjedhjet të pjeshme dhe vendore, qendrore. Kështu që nuk besoj se është ky rasti për të thënë që kanë ndryshim. Jo, e kuptoj, po pyetja ime është e tillë pra. Partia Socialiste jep çelësat e Tiranës Belinda Ballukut për me drejtu fushatën, një njerëz që është kafshë politike në kuptimin e Aristotelit fes. Në Fier 12/4 përballë Gazmend Bardhit, që u bë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas ndeshjes që bëri me këtë në Fier, dhe kemi parasysh tani që në Tiranë ne nuk kemi akoma një ekip qartë nga ana e opozitës, ndërkohë të gjithë ministrat, të gjithë deputetët, të gjithë personat, pavarësisht se është kjo që thotë Nardi do punojnë apo s'do punojnë. Mund mos e kemi deri ditën e zgjedhjeve. Ah, dakor. Tani po doja ka vënë mund të shpallet pas datës 9 nëntor. Po mund të ndodh, mund të ndodh. Unë nuk e shoh PD-n as të interesuar për të ndryshuar, as të interesuar për të fituar. Në qoftë se fati do që ti ngelet në nder fitoria Binajt, më mirë për të gjithë ne. Është kjo që thot Nardi pra më fakt. Partia Demokratike nuk është bërë ndonjëherë parti moderne. Një parti as moderne as klasike. Pra, ka qenë një parti elektorale. Zero organizim. Partia elektorale ku ma gjendjet, po s'është. Jo, është parti elektorale që organizohet. Po s'është, partitë në Shqipëri janë SHPK kryetare, që këto duhet ta pranojmë që kanë vetëm kryetarës, kanë asnjë antar pse. Për pjesën e organizimit se ajo po. Faktikisht kjo është fatkeqësi nga modeli Lulis që ka mbetur në parti. Atëherë dakord. Këtë model e solli Luli dhe faktikisht të sot atëherë kështu i ka rënë thellë në parti. Cili model ka sjellë? Jam themeluesja e partisë. Modeli me thotë Maringlen, Ndoka. Okej, pas 2013-s jam angazhuar më së shumti sepse atëherë kam mbaruar gjimnazin, kam vazhduar studimet si student. Absolutisht. Por koha nuk duhet të jetë asnjëherë armik i më tepër vite politike dhe Partia Demokratike. Absolutisht, i çmoj shumë. Që e drejtoj sot. Që jam themelues. Kam hyrë në parti pa një origin fare. Jam themelues këtë jorëve të para. Po për te asaj, Partia Demokratike do të kesh një gjë të qartë. Ashtu, kështu partia ka met, por ka një parti ka rolin e organizimit zgjedhjeve. Aty është kryesoria, pra ti forcojnë të kutia votimit. Mos të rinë të bërë rolin e indiferentit që se s'fotën, ta bëjnë më në murë qendër kutis votimit. Do të ketë surpriza. Pra, Nardi thotë që të numërojnë votat aty. Kjo është. Dakor. Edhe pjesa tjetër, nuk ka, ti do të jesh prezent aty. Sot për fatin e mirë ka një personazh që e bën fushatën vetë. Ti thjesht vetëm mor votën.
Është vot qytetar në shkose. Dakor. Nuk ka rëndësi, nuk e bëjnë të militantë që futen edhe këto shtabeve që bëjnë arme. Aja është pjetë organizimi që të futesh e lëviz e ka i lloj nikimit. Tirana është as e madhe. Do më thënë, më falë, Jo, sepse... frym. Jo, jam dakord me ty, por vetëm me fry nuk fiton dot, sepse Partia Demokratike, ato vota që i ka sepse ka struktura. Dhe këta struktura angazhon në fushat. Nuk mund të flasësh për qindra e mira vota fryme. Nuk ka vota e militantëve. Unë po them për te se vota. Po ato vota militante janë esenciale sepse ne aty fillojmë numërimin e votave tek votat e militantëve. Pastaj flasim për frymen që sjell kandidati, për votat gri. Absolutisht. Pra, Partia Demokratike sot në këto momente ka detyrë funksionale me ruaj votën, që se ka ruaj deri më sot. Dakor, kjo është kryesorja. Mirë, bim dakord me këtë pikë. Edhe ne kemi 1.000 vërejtje për Edi Ramen, por do të kemi edhe 500 vërejtje për njerëzit tonë që janë janë shit, që e ka të bu procesi. Këto masa do t'i marrin Partia Demokratike fort. Pastaj pjesa tjetër e kësaj do të ketë surprizë. Absolutisht. Nuk kemi fitore. Tani, këtu do të jetë një ndëshkim nga 2023-shi, Partia Demokratike ka 100.000 vota. Me ato vota fillon lojën Florian Binaj. Për Tiranën në raport me opozitën, bra. Po diskutim. Surpriza është që mund të fitoj Flor Binaj. Po diskutim që po. Janë shumë faktorë, janë shumë elemente që e bëjnë të mundur këtë. To njoh këtë psikologji. Po pranar, por ti e fillon... Janë për shembull Durrësi dhe Tirana kanë lëvizje të mëdha, e kupton se për shembull çfarë bën Durrësi? Ti dhe sot që komandohet për grupeve kriminale nuk ka këtë realitet. Durrësi ka pasur të mëdha, ka votuar një parti, ngjithet parlamentare, ngjithet lokale, kanë shkuar herë për herë për dën. Pra ka lëvizje. Pse këto lëvizje mund ndodhin në Tiranë dhe në Durrës më shumë ti. Pra, absolutisht. Do ka thot kur ka 9 vallëdhes që po nuk mund ndodhin në Durrës këto. Po pra, qartë. Që është mbyllur qarku. Tu Durrës në Tiranë. Dakor. Ke ndërhyrje? Jo, do të thoja që gjithmonë kur flasim për zgjedhjet në Tiranë, edhe në rastin ku kandidon një kandidat i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike, numërimi fillon nga votat e demokratëve, që janë masive. Nuk mund, po ne po flasim. Nuk ja din kush për ne. Po ky është momenti që flasun. Po dakor, pra. Që duhet m'ia ditë për ndër këtyre. Florian Binaj. Jo, po mirë, tani kjo pa shumë e rëndë. Jo, aja ka ditë për ndër. Partia ime ja ka ditë për ndër sepse po normal që ja ka ditë sepse i ka përfaqësuar. Jo, ne flasim për probleme dhe unë sot që nga fillimi thash kam qenë për kandidat politik sepse ju ja di për ndër atyre strukturave dhe votave që mbledhin ata, pra votat e demokratëve dhe njerëz të tjerë, ju a di përnder atyre, prandaj them që duhet kishte një kandidat politik. Nuk kam asgjë kundra një kandidati të ardhur nga... Kujtojnë që kanë për detyrë ato. Kjo është ndryshim, po mos të hym ti debatet. Nikoim, ne e kemi provuar me një kandidat apolitik të marrë, pra dhe me zotin doktor Alim Kosovën. Pra ai nuk ishte brenda radhave strukturave të Partisë Demokratike. Ishte ministri i shëndetësisë gjithsesi i Partisë Demokratike. Po pra, po i marr nga deputet i Partisë Demokratike, ishte deputet gjithsesi. Po, dakord, pra statura e tij ishte përtej, po, dakord. Pikërisht për këtë arsye, ne jemi koshient që për këtë arsye u zot 2015. Viti 2015 sa kishte ardhur Partia Socialiste në pushtet. Ka një ndryshim, është momenti mos. Bashkia u ndryshua harta territoriale në 15-ën, nëse nuk ishte Bashkia Bashës. Basha nuk pranoi me kandidu për mandat dytë, pra ka pas probleme 15-a. Atë se shiti lulit atë po, ha. Si e shiti më pushtet? Herë tash dojmë mision tjetër. Jo, na bëna akuz tron se ne jemi në fund, ne jemi minutët e fundit të emisionit. Unë mendoj që na hapë një debat Kosova fitonte. Nuk është mbështetur nga Partia Demokratike në atë kohë. Ti e di që ai vetë më vonë ka akuzuar Gazbardin edhe Lul Bashën. Po, kjo është e vërtetë. Po që është shit nga Partia Demokratike, Bashkia e Tiranës, si shiten që zakonisht zgjedhjet. Po, jo, mund të ketë pas ankesa për shkallën e angazhimit në fushat. Për shitje nuk do ta besoja. Jemi një situatë tjetër. Pra, nëse përpara, edhe këto emra që përmendet ti, që kanë qenë kandidatura potenciale, Alim Kosova, Besnik Mustafaj, Spartak Ngjela që ka bërë në atë kohë që i kanë lidhur politikën, ka qenë kohë tjetër. Ishte fushatë nivelet lartë shumë. Nuk e ka pas këtë frym që ka sot, edhe emancipim, edhe këtë shkërmoqje që ka e majta. Se ishin dy pjesë me militanta që mashin dhe përplashin. Sot ka një elektorat, po ta them unë me bindje plot, është 60% elektoratit që ka lëvinë me vetë.
Qartë. Kjo është prezident se Nuk e pastaj. ka, normale, nuk e kanë votuar atë për 1001 arsye. Për fatin e mirë edhe Partia Demokratike e shliri veten, se ka edhe prej atyre që e përdorin edhe si alibi, po përsëri s'te. Duke thënë se është gogoli aty. Sot ka një personazh që krijon besim. Edhe nuk është puna e emrit, është momenti, se nuk më ta them se pa e fiton Floren Mima që është në qiell. Por ka ardhur një moment që ndeshkimi, akumulimi, gjitha gjërat, ky ka me përfiton. Dakor. Do të ketë një surprizë, edhe kjo do të jetë një goditje shumë e madhe. Uroj që të jetë kështu si shtu ti se do jetë jo gur i mirë për Shqipërinë, pastaj me ndryshuar edhe kryeministrit. Falenderoj shumë që ishe me mua sot. Nard Doka, kryetari i Partisë Demokristane. Faleminderit Nard, shënësi gjithmonë që jemi. Faleminderit. Kastriot Qipi, regjisor, do jemi Gazetar. Gazetar, po. Jam më regjisor. Jo, për mua je regjisor. Mirë. Për mua je regjisor, Titulli është i përjetshëm, mos Po patjetër pra. Armik i popullit në teatr, vazhdo me Armik i popullit në teatr, po mbrojtësi i teatrit kombëtar edhe një nga njerëzit më persistent në protestën e teatrit kombëtar, domethënë dhe themeluesi i Aleancës për edhe mbrojtjen e teatrit. regjisor i përjetshëm, nuk ka. Patjetër. Edhe kemi Krenari që kemi në studio. Maringlen Doçi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, falenderoj që ishe me mua sot. Faleminderit. Frymë e re në Partitë Demokratike dhe unë sa të kem mundësi djem si puna jote do t'i mbështes domethënë me hapësirën që kam se s'po bëj nami. Nderuar miq, do të përshëndes edhe zotin Shemsi Prençi, i cili u largu në një emision tjetër. Dua t'ju rikujtoj që emisioni ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 minuta. Nuk mbetet gjë tjetër veç t'ju le takimin e radhës të mërkurën e ardhshme, ndërkohë do t'ju ftoja tani që ju të ndiqni një editorial timin që unë kam bërë ditën e sotme tek gjykata e apelit të Tiranës. Aty ku para 2 ditësh kjo gjykat u gjakua, në të u shkrep arma, si asnjëherë tjetër në ekzistencën e shtetit shqiptar në 100 vite nuk kishte ndodhur në një ngjarje e tillë, ngjarje terroriste duhet thënë, terror domethënë frikë e madhe, frikë përveç se vdekjes nuk ka, kjo ndodhi në sallën e gjyqit. Unë kam mbajtur një qëndrim ditën e sotme nisur nga ajo që kam parë në rrjetet sociale. Kam parë kësaj radhe që një frymë shumë e madhe ka qenë me agresorin dhe jo me viktimën. Të ndjekim këtë qëndrim timin, ju lë takimin e radhës mërkurën e ardhshme. Deri atëherë natën e mirë. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit nuk është një akt i zakonshëm kriminal. Është një plagë e hapur në zemrën e drejtësisë shqiptare dhe një goditje e drejtë për drejtë ndaj themeleve të shtetit të së drejtës. Në një vend ku drejtësia është thirrur të mbrojë ligjin dhe qytetarin, sot ajo vetë u bë viktimë e dhunës që do duhej ta parandalonte. Kur një gjyqtar vritet, në vendin ku duhet sundoj ligji, tronditet vetë besimi i qytetarëve se drejtësia mund t'i mbrojë ata. Por ky krim kërkon më shumë se keqardhje. Ai kërkon ndërgjegjësim kombëtar, kërkon që të gjithë institucionet, shoqëria, politika, media të ndalen mbi faktin se sa të pambrojtur janë ata që për ditë marrin vendime në emër të Republikës së Shqipërisë. Një gjykat nuk është thjesht një institucion apo ndërtesë, është një simbol i besimit të qytetarëve tek drejtësia. Sot ne nuk duhet flasim vetëm për sigurinë fizike të gjyqtarëve, por edhe për sigurinë morale të profesionit të magjistratit, për dinjitetin, për lirinë e vendimmarrjes, për mbështetjen institucionale që duhet garantoj se drejtësia mund të ushtrohet pa frikë, sepse një drejtësi e frikësuar është një drejtësi e rrezikuar. Nëse një gjyqtar nuk është i sigurt brenda sallës së gjyqit, si mund të ndjehet i mbrojtur qytetari nëse hyn për të kërkuar të drejtën e vet këtu? Nëse shteti nuk mbron ata që e përfaqësojnë drejtësinë, atëherë si mund të pretendojë të mbrojë qytetarin? Këto pyetje nuk janë retorike, janë themelore për të ardhmen e rendit juridik të Republikës së Shqipërisë. Por le të mos gabohemi, kjo ngjarje nuk ndodh në boshllëk. Prej kohësh klima publike ndaj sistemit drejtësisë është helmuar me sulme verbale dhe denigrime të përsëritura, kur kryeministri i vendit e përdor fjalën publike për të ironizuar, poshtëruar apo fajsuar gjyqtar dhe prokuror. Krijohet një atmosferë ku respekti për drejtësinë zëvendësohet nga përbuzja dhe ku njerëzit që i shërbejnë ligjit bëhen më të ekspozuar ndaj dhunës dhe urrëties. Ky diskurs nuk është thjesht politikisht i dëmshëm, është institucionalisht i rrezikshëm. Prandaj kjo ngjarje nuk mund të mbyllet me heshtje apo me fjalë formale. Ajo duhet shërbejë si një moment kthese për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, për të rikthyer respektin ndaj tokave të zeza dhe për t'i dhënë fund fjalorit që e paraqet drejtësinë si armiket politikës. Vetëm në këtë mënyrë mund nderojmë kujtimin e gjyqtarit Kalaja në mbrojtje të Republikës pavarësisht drejtësisë. Në këtë klim ndodh
ajo që është më e rrezikshme për një shoqëri demokratike. Kur njerëzit humbin besimin tek drejtësia, ata kthehen drejt vetgjyqësisë. Dhe vetgjyqësia është shkatrimi i plot i shtetit të së drejtës. Ajo lind nga boshllëku që krijohet kur qytetari nuk sheh më tek gjykata vendin që të gjejë mbrojtje, por skenën e pasigurisë dhe të frikës. Kjo është arsyeja pse tragjedia është më shumë se një krim. Është një paralajmërim për të gjithë ne. Është një kronikë e paralajmëruar. A ka gjyqtar të korruptuar? Ka. A ka gjyqtar që i zhvasin njerëzit dhe nuk i japin pronën? Po. A ka gjyqtar të paavë dhe profesional? Ka. Shumë probleme ka. Ndaj kjo ngjarje duhet shërbejë si një moment zgjimi dhe përgjegjësie kolektive. Drejtësia nuk mund të jetë e pavarur nëse është e friksuar, as e drejtë nëse është e poshtëruar. Drejtësia nuk kërkon privilegje. Ajo kërkon dinjitet, siguri dhe respekt. Të shkosh në këtë gjykat nuk është njësoj si të shkosh në kazino. Të shkosh në këtë gjykat nuk është njësoj si kur të shkosh në luftë.